E bën edhe bën si drejtje. Ta e kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Ke parti në një krim të dali vetë nga molla? We will not allow responsible. Përshëndetje I dashur. Përshëndetje plak. Të pëlqeu pispilia. Ishte shumë e mirë. Do të bëjmë më shpesh ato. I kemi lënë çik pas dorën, po ta mendosh? E pra, siç e nisa muhabetin që parë. Jam mësuar shumë bëjmë këtë gjërat e thjeshta këtu që gjejmë nga supermarketi. Po. I Jemi bërë si këto, kupton, me filetë pule, kërpudha, speca, e kupton, snacks, kemi haruar ato pjesët që... Nuk është se s'bën se po të hash pispili gjithë vitin do bësh më I shëndetshëm, po e meritojnë dhe kalamajt tanë ta provojnë pak, dhe jo vetëm një herë në vit. E meritojnë që ne si prindër të nesërmen të dimë se si bëhen. Që të bëjmë një ca eksperimente tani se jo. Në rregull, po shiko, ideja është jo vetëm ajo, domethënë, por që është pjesë e kulturës, por është diçka që në fakt nuk është e keqe në shije, kupton, është diçka që të shijon vërtet, sidomos edhe kur bën vet, apo. Pastaj ajran kishin, po ka lezetë atë të dhalli I fresa, që për behar është spektakolare fare, është tjetër ndjesime. Kos nuk moron, po. Të kishim ngrënë me kos, kishte qenë mbas më mirë. Jo, me dhallë ka më shumë qef. Sidomos tani, është 33 gradë, sot vdes. Po. Dje ishte më ngrohtë këtu se sa në Shqipëri. Plako pse është ndjesja më e keqe e të ngrohtit këtu se sa në Shqipëri, se unë nuk kuptoj. Nuk e di, nuk jam meteorolog, nuk ta them. Atje është më vapa, valla, edhe nuk ndihesh kaq keq këtu. Mund të ketë ndonjë argument me lagështirën, por nuk di të ta them. Shikon ti? Mund bëj dikush një argument për lagështirën, por nuk di të ta them nëse është saktë apo. Çfarë, po nuk I ditim gjitha për çfarë bëjmë podcast, kot. Për çfarë doim flisim sot? Doim flisim për të ardhurën në Gjermani apo. Po, se e përmendëm që në kaluar, domethënë, që e tham do ta shtojmë për një episod tjetër sepse në fakt ja vlen edhe për të mbase është dikush që dëgjon këtë në YouTube ose nga kanalet e tjera që po mendon nesër pas nesër do vinë në Gjermani. Ose mund të hyjmë punë kjo. Kjo e jona. Mund ta nisja unë, të thoj një herë se si erdha këtu dhe pastaj kalojmë te çfarë mund të bëja unë. Po ta nisja nga fillimi dhe çfarë duhet bëj dikush për mendimin tim për hequr ca vite pengesa. Unë bëra në Tiranë një shkollë Harry Fulton. Po. Ishte 5 vjeçare. Mami e babi më çon aty me shpresa që ishte katapult për Amerikën. Ishte synimi ishte domethënë goxha larg. Synimi është për Amerikën. Po. Vumre që nuk nga viti I tretë vumre që financat familjare nuk dinin dhe notat e mia nuk ishin të tilla sa të merrja në 100% scholarship. Një kjo, dyta, mënyra se si ne shkruanim hartimet dhe se si amerikanët kishin nevojë për motivation letter. Ishin dy gjëra komplet ndryshe. Po pse më fal, ka hartimet nga Harry Fulton që marrin full scholarship? Nuk kam mjaftueshëm informacion. Okej. Thjesht familja ime duhet paguante ca lekë më tepër, që nuk I kishte në atë moment, edhe I hodhëm syt në momentin e fundit të Gjermanisë. Gjermaniku kisha një të afërm të degrading jo me në moment të fundit I hodhëm syt Gjermanisë. Në vit të 4, një vit para, domethënë I hodhëm syt Gjermanisë, diçka që tezja ime që në atë moment ndodhej në Gjermani kishte kohë që po I bënte reklam. Por nuk e shifja asnjëherë si të arsyeshme, kisha frikë gjuhën, kisha goxha frikë gjuhën. Kështu që nga aty do thoja Harry Fulton ishte një gabim, sepse viti I fundit ishte tallje. Shfelluan tash me do të falni gjithë Harry Fulton, nuk kemi gjë me ju lutem like, subscribe. Jo, një nga shokët e tu ka mbaruar të njëjtën gjë si unë. Shoku im I përbashkët. Ai mund të vërtetoj që viti I fundit është thjesht nuk e di pse nuk ishte futur në 4 vitet e tjera. Një 10% që vitit të fundit ishte futur nga 10% në çdo vit, nga 20% do ishim dalë më mirë. Puna është që ai viti I fundit ishte tërësisht harxhim kohë. Pasi I bëni 4 vite atje. Unë kisha 5 vite. Unë I përkas gjeneratës para 9 vjeçares. Aha. Mbarova Harry Fulton në Korrik me festën në fund të shtatorit isha në Gjermani. Bëra kursin e gjuhës. Ku ke bërë kursin e gjuhës ti? Në Düsseldorf.
Düsseldorf që t'isha më afër familjes në atë moment, familja që më vonë iku diku tjetër, po për muajt e parë isha afër familjes. Zgjodha Düsseldorfin sepse ishte qytet më i madh, më i bukur se sa vendi ku ishte familja ime. Një pjesë e familjes, jo mami e babi domethënë. Qa bëra gabimun aty është që për shkak se doja t'isha afër familjes, nuk bëra asnjëherë research nëse Düsseldorfi të lejonte apo jo të punoje me vizë gjuhë. Vizë kurs gjuhë. Okej. Kur isha aty, doja të filloja të punoja, më doli që nuk lejohet me kurs gjuhë. Ndërkohë që në Berlin dhe në Münih, nga eksperiencat e shokëve të mi, të lejohet edhe në kurs gjuhë. Ti ke qenë një prej tyre. Nuk ishte eksplicit që lejohesh, po drejta ishte që nuk thuaj që nuk lejohet. Aty thuaj Erwerbstätig nicht gestattet. Nuk lejohet të bësh asnjë punë. Kështu që çfarë bëja unë në Düsseldorf është shkoja bëja javën e provës nga restoranti në restorant, të grumbulloja pak lek. Po ai ishte një vit katastrofal për financat e familjes time, sepse ishte një vit ku një 10 muajsh ku punova shumë pak. Ky ishte kursi gjuhës. Me çfarë sensi është kjo, ose që plako që nuk i lën rob të bëjnë punë se e vuajnë shumica këtë, nuk kemi vetëm ne që bëjmë abet. Edi. Kështu që jashtëzakonisht si këshilla e parë çdo njeriu që vjen është që gjermanishtën ta fillosh herë. Nuk mjafton një vit e gjysmë përpara se në Shqipëri një vit Shqipëri përkthehet në 2 muaj këtu. Po. Është drejt. Nëse e merresh keleshko shumë shumë i madh. Nëse merresh keleshko në Shqipëri, një vit në Shqipëri të shkon edhe 1 muaj këtu. Nëse e merr kështu një herë në javë, një orësh, nuk bëj as detyrat fare. Gjermanishtja flitet vetëm në atë 1 orë të Goethe instituti, po e marrim si shembull dhe pastaj nuk merrem fare me gjermanishtën gjithë javën. Nuk është mënyrë e mirë të për të mësuar. Ose kështu me të shkollët e verës që kanë ata që ikën 2-3 muaj në për Gjermaninë apo gjëra. Gjithsesi kalojmë më vonë te pjesa se varet nga ato të financat e familjes, që mbas kursit gjuhës aplikova për studien koleg. E marrë studien kolegu në disa vende dhe i vura syrin qytetit që më pëlqente. Shpjegojnë që studien kolegu. Studien kolegu nuk ekziston më për shqiptarët, që nuk është i nevojshëm. Po për mua dhe Bleonin në paktën, ishte një vit para universitar, sepse diploma e Shqipërisë nuk njihen në Gjermani dhe duhet të stërvisin pak më tepër, thoshte Gjermani pak a shumë, që ti jesh i aftë për universitetin. Po ne ato që bënin vit 2 gjimnaz. Studien kolegu ishte një gjë e tërhequr, një ekstrapolim i 6 muajve të parë të universitetit, pak a shumë. 6 muajve të parë të universitetit bëjnë në 1 vit në studien kolegu. Po, bëjë ti para përgatitje, po nëse ka rrok, për shembull, që kam njëtin profilizim që ka pasur në gjimnaz me matematikë të avancuar e fizikë të avancuar, për shembull, nuk është asnjë gjë new. Jo. Çdo gjë që ti ke bërë vit 2. Po ti futesh në njëjtin thes, ti futesh në të njëjtin thes me aziatikët, Amerikën e Jugut. Normalisht. Një pjesë të Amerikës së Veriut, domethënë nga Amerika e Poshtë, Meksika dhe gjithë të tjerat. Futesh Afrika, futesh në të njëjtin thes me atyre dhe nga që nuk dihet mirë se si janë edukuar ata në shkollat e mesme aty, bëhet një gjë e përgjithshme. Që për të qenë drejtë, edhe shumë nga ne nuk dihet se si janë edukuar, apo. Shumë nga ne ne kemi goxha studenta me nivel shumë të lartë, domethënë po të krahasosh me shumë të tjerë, domethënë nuk e di pse. Po kemi një pjesë jashtëzakonisht shumë të madhe, për shembull, që nuk e di sa ata mund të kenë ardhur në Gjermani apo në Anglira në përgjëra, po ka një pjesë shumë të madhe për shembull që është vërtet ajo 10-ta apo jo 9-ta, domethënë është varet. Ka disa shkolla private, të cilat me një buzëqeshje të mirë ta japin një notë çik më. Jo vetëm shkolla private, me shkolla shtetërore, po se tani të gjithë e dim fenomenin e kurseve plako, kupton? Po. Gjithë dim ato kurset që, kupton, ishin zënë si shtatës. Nuk është se jam jashtë në këtij sistemi. Mesatarja ime të Harry Fulci më shumë mundësi do ishte me një notë më pak, po tisha në një shkollë si Samiu Ismaili ose Petronine. Thua? Me nga 50 veta në klasë. Po mos më ka lëshuar. Ishte më bëhet qefi për ty, po unë të Harry Fulci isha me 24 çuna në klasë. Ndihmonim njëri tjetrin deri në një farë pike, po dhe pjesa pedagogjike e shkollës kujdesej më shumë. Ishim goxha më të përkëdhelur se sa në shkollat e tjera dhe e dalloja.
Më nuk diskutohet, po një paralizim që mund të bëj unë, kam qenë në klasa e parë deri në klasën 9, domethënë në shkollë private, më ashtu si mund të quhet ajo, domethënë. Edhe normalisht ka qenë me shumë pak nxënës, nuk diskutohet. Po shumë ndryshimi në nota për shembull ishte minimalist, për mos thënë fare kur shkova në Pavllut Karbonara në gjimnaz, që ishte shtetëror me 41 veta. Përshëndetje Pavllut Karbonara. Të lumë Leon, unë thjesht e di që dhe nga pjesa e universitetit që do vi më vonë, mënyra se si u mësoj është në grupe të vogla. Aty shkëlqej. Jo, se nuk e kisha më shumë atje më lumë mua, po të lumë ty. Ideja është që unë nuk e besoj shumë se është ky fakti, domethënë që nga që të e bën ata kastilin ata të mënyrë, domethënë. Kjo mund të ketë qenë pozitiviteti për ty, nga që ti e ke si person që do grupe të vogla, domethënë. Okej, ka qenë më thjesht për ty, por jo se ta ka bërë shkolla, ta ka dhënë një notë falur, e kupton? Jo. Shkolla nuk ka falur në atë moment, puna është viti i fundit ishte një çik i falur. Viti i fundit ishte një çik i falur sepse është ai fenomeni. Un kam qenë 4 vite rresht me 9. Po. Zysh X ose profesor X. Tani po aplikoj për Amerikë, si shumë nga shokët e mi. Ti nuk mund ma prishësh mua mesataren tani, se për 6 muaj nuk do më shofësh më me sy. Po. Edhe aty. E dalloj edhe nga groja ime. E groja ime kur ka qenë në shkollë të mesme, e dalloj këtë efektin në vitin e fundit të gjimnazit. Vitin e fundit gjimnazie ecje me inercinë viteve më përpara. Zyshat nuk kishin qejf të prishin mesataren dhe të prishnin mundësinë për t'ikur jashtë shtetit, ose mundësinë sepse ishte ajo 80% të kohës që ke qenë nën kujdestarin time, ke qenë në shkëlqyer. Kështu që edhe mund t'ja varëshin çik tani se po shoh që po merresh me aplikimet, po shoh që po bën kurse ekstra. Kështu që edhe nëse je pak më e dobët tani në 20% në fundit të shkollës nuk prish punë. Do ecësh me inercinë e notave. Problemi tani pyetja është okay, 20% në fundit thua ti, po ideja është sa më dobët është me hamendje të komplet ke 20%. Rregull, po sa më pak mund të mësosh domethënë. Ai zemse në nxënësin 9-s do marrësh nëse meriton 8, 7, 6, domethënë për sa kohë do marrësh 9. Mund t'ja drejtoj këtë pyetjen kolegut tonë në dritare nga Veriu, në Bistorf. Kishim një zysh telekomi, e ashpër, po e drejt, gjithë kohës. Po. Mbas semestrit të dytë të vitit të fundit, ajo kthye në njeriu më të mirë, më mbështetës. Domethënë sa filloi të ndihmonte me aplikimet, domethënë të shkruante letra rekomandimi, çfarë do të gjë të kishte nevojë. Nëse i thoje të shkojë për Amerikë, e kishte gati listën me gjërat që mund të duhen. Është puna. Do të them Bobos të na konfirmojnë tipe. Kjo që pas ka qenë shumë e çuditshme si tipe. Është puna që vjen një pikë që i ke treguar zellin gjithë stafi akademik të shkolla mesme. Dhe vjen drejt fundit sa nuk ka më të kapa, nuk ka më të kapa pa mësuar. Ka vetëm si të ndihmojë ty që ti ikesh nga Shqipëria sa më mirë. Edhe mbase ti kursesh familjes e 10.000 euro me një notë më të mirë që mund t'i jap ty. Me bursën, apo ku diçka. Po, diçka tjetër. Po ka dhe bursa të pjesme apo? Nuk e di, nuk marr vesh fare. Unë e di që pikët e mia të satit nuk ishin mjaftueshme sa të merrja një shumë të mirë. Dhe për të kaluar ke sati, se jemi ka Amerika akoma. Kur vjen puna te SAT-ja dhe TOEFL-i, zyshat e dinë që në ato kohë ti po merresh me këto gjëra dhe po mëson fuqishëm, domethënë. Ai përmendin çka ato gjithsesi, se mund bën vaki gjendën në një që është në gjimnaz akoma. Ç'është SAT dhe TOEFL. Self-aptitudinal test më duket se quhet në Amerikë, dhe TOEFL është test of English as a foreign language. Njëra është për diturinë anglishtës. Anglia më duket se ka IELTS, e kam harruar se për çfarë qëndrojnë ato. Dhe SAT-ja pastaj je pak a shumë në të quhesh në të njëjtin nivel me gjimnazet amerikane. Bën të njëjtat provime që bëjnë gjimnazet amerikane, thjesht i bën në Shqipëri. Të jepet një mundësi të konkurosh në një fushë të njëjtë me amerikanët. Por puna është që ke gjithsesi atë problemin që eseja, mënyra aplikimit, mënyra komunikimit. Ata e vura re. Nuk kishim absolutisht asgjë kundër. Edhe gruaja ime aplikoi për në Amerikë, nuk i doli full scholarship, kështu që erdhi në Gjermani. Kështu që unë dhe ajo jemi në të njëjtën varg përsa i përket kësaj pune.
Po puna është që kur e flasim me gruan në këtë kohë, gjithmonë rrotullohemi ke një gjë. Ne nuk dimë se si të shkruajmë letra motivimi në Shqipëri. Një dirut I vogël plako. Unë kam vënë që kam mangësi shumë të thella në të shkruar, domethënë pavarësisht unë kam shumë qejf flas, ti e di. Nuk bëj. E kam provuar edhe në fillim fare kur shkruaja monolog, domethënë që po mundohesha të shkruaja një herë të bëja ku dëgjon disa nyje të vogla që si do të ndërtoj që do ta bëj. Mund të flisja, ku dëgjon 20 minuta, 30 minuta, domethënë, por kur vinte puna për ta shkruar ishte pothuajse e pamundur plak, ishte shumë keq. E dalloj ke shokët e mi gjermanë që janë edukuar në një mënyrë tjetër. Mund të flasin si çuna rrugësh, po momentin që ulen me lapse letë për të shkruar diçka aty dallon diferencën e edukimit. Jemi aq të fiksuar në Shqipëri që matematika, fizika, kimia, biologjia janë ato që do të nxjerrin përpara në jetë, sa nuk merremi aq shumë me të shkruar. Unë të Arifulsi kam qenë komplet I magët. Në vit të tretë mbaroi letërsia. I magët. Në vit të tretë mbaronte letërsia. Sipas kurikulumit standard, në vit të tretë mbaronte letërsia dhe në vit të pestë jepte provimin e maturës me 3 vite letërsi. Kur e panë që nxënësit e Arifulsit po dilnin skandal në letërsi, e futën në moment të fundit letërsinë dhe një herë në vit të pestë për përsëritur sa gjëra që ne mos dilnim sakat në për provimet në maturës. Arifulsi e quante komplet të panevojshme që ti të bëje 5 vite letërsi. Mjafton që bën elektronik, nuk qan. Shiko, dituria që më ka dhënë në fizik, në botën e inxhinierisë, Arifulsi është pakrahasueshme. Të prezantohesh që kalama me matematik të avancuar, me elektronik të avancuar ishte jashtëzakonshme. Ajo ka hapur shumë dyert. Puna është që nuk mund është shumë dritë shkurtër të eliminosh letërsinë nga inxhinierët. Se I kthen në qenie gjysmake më vonë. Në rregull, po unë mendoj se nuk është sekret që unë se kam qef letërsinë, domethënë nuk e marr neps dot fare, nga të gjitha anët, po ideja është se si ashtu si ka qenë ajo letërsia, plako ka qenë çik shumë e çuditshme. Sidomos për rob që ishin të prirur për shkencat tash. Si ishte të mësosh gjeografinë ose historinë në Shqipëri. Mirë, ato unë jam çik I bekuar tek ato dy se s'më dashur ndonjëherë, po që kur mirë ti që ishte bekuar. Po një njerëz që mund të kishte prirje, po nuk u shty asnjëherë nga stafi akademik sepse gjithçka rrotullohej pa më thuaj ti bleon kapitullin e parë. Edhe pastaj mbas bleonit, ku ti binte radha ke ajo, harrova si quaj. Aty ku ishin gjithë emrat dhe notat. Regjistri, ku ti binte radha ke regjistri. Po. Kush bën dezhurën do të çojë në të tretë thonë një paragraf. Kur ke debatuar ndonjëherë me profesorin e historisë? Unë Arifulsi asnjëherë. Po, përshëndesim Lat, nëse s'ka vdekur akoma. Ne kishim mirë se dërgonte ti paguanim dritat të ujit. Mi thoshte për zotin, më thoshte çish nesër në pushim të madh do ikesh të paguash dritat. Do ikja për kafe unë te hani me xunat. I thosha ti profesor, ti paguash dritat se do kem punë pastaj kështu. Mirë, tha, ja paguaj 10.000, çuna jep ato librezat. Vinim ne atje të shkretës. Paguanim dritat, edhe iknim pastaj. Kjo ishte historia jonë në 85% të treja viteve në gjimnaz. Po për të kthyer prapë, se ishte goxha e vi. Po. Mbarova kursin e gjuhës, fillova studin kolegium. Studin kolegium na zgjodha në një qytet me vetëm një kriter. Të ishte gjysmë e harit qyteti, atë ishte jashtëzakonisht I lirë. Sepse nuk doja të bija më në qafë prindërve të mi. Okej. Berlini në 2010 kur erdha unë, kishte si rëra në det apartamente me 160 euro. Room sharing domethënë. Po. Dhe ashtu kam jetuar. 160 euro. Ua. 160 euro kam jetuar në shtëpinë e parë, mbasi mbarova studin kolegun, kalova në konvikt, prapë poshtë 200-s dhe kam qëndruar deri në fund të edukimit tim, kam qëndruar poshtë 200-s. Një gjë që më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Tani, sa bëra mbas studin kolegut që mbarova në Berlin, është që ju futa elektronikës, sepse nuk dija të bëja gjë tjetër. Në atë moment,
për pjesën shqiptare që na dëgjon që nuk mund të jetë, mbase nuk I di akoma këto, Gjermania I ka të renditura universitetet në 2 sisteme. Universiteti normal dhe Universiteti I Shkencave të Aplikuara, Fachhochschule. Njëra quhet në një nivel pak më poshtë, në sytë e atyre që duan të bëjnë kërkim dhe zhvillim. Por të dyja të japin të njëjtën të ftesë në fund. Të dyja të japin Bachelor of Science, që ose bën elektronik, ose bën inxhinier vezë. Inxhinieri ndërtimi në këtë rast. Të dyja të japin njëjtën gjë. Thjesht njëra të çon në një rrugë drejt krijimit të një akademiku nga një student, tjetra të çon në rrugën e krijimit të një inxhinieri. Akademiku, pedagogjiku, rob që merret me kërkime, do të jesh researcher, domethënë. Le të themi që një institut kërkim zhvillimi nuk do të qeshi pak nëse I shkon direkt nga një shkolla e shkencave të aplikuara. Se nuk e bër formim aq teorik sa çka bër universiteti. Që unë e quaja inferiore ndaj meja atë, kështu që u futa universitetit. Në universitet e dallova mbas semestrit të tretë që po të vazhdoj me këtë hap, unë do kthehem në Shqipëri sepse nuk po ja dal këtu. Kisha kaluar shumë pak provime për 3 semestra. Për 3 semestra duhet kisha kaluar 90 kredite dhe unë nuk kisha bërë as 30. Isha mbrapa. Në atë moment fillova të hapja syt drejt një sistemi tjetër. Sistemi tjetër që do flasim më vonë në detaj, domethënë kur të marrim hipotezat, është sistemi dual. Pak a shumë ti studion në një universitet të shkencave të aplikuara dhe e lidh veten me një kompani. Kompania ty që kompani private. Kompania ty që mos punosh të shtunën të diel dhe mos punosh mbas ditëve të jep një bursë. Bursa ime në atë moment ishte 1000 euro dhe thjesht u rrit me nga 100 euro deri në vit të fundit, që unë nuk kisha nevojë të punoja më. Gjatë kohës universitetit të shtunën e diel unë po skuqja peshk te Nordzea, një McDonald's me peshk. Është ajo plago kështu sa punë kishte do këtë qenë ajo gjithë ajo. Bajer, doja 2 dushe. Puna është që nuk kisha asnjë lloj formimi që të punoja në një zyrë diku. Prandaj isha që në semestër të parë mbas studien kolegut. Nuk merra vesh nga asgjëja. Gjermanishtja ime ishte e mirë, mjaftueshëm për të mbijetuar, po jo në këtë gradë që jam tani. Se sa do. Kisha vetëm 2 vite në Gjermani. Kështu që I hapa syt drejt gjës parë që gjeta dhe ishte restoranti. Dhe nga aty pastaj, nga që po punoja të shtunën e diel dhe po shkoja në universitet nga hëna deri të premte, u përmbyta, nuk e përballoja dot atë. Ngarkesa është goxha vrasëse po ta marrësh. Por mund ta kisha përballuar sepse e kam përballuar dhe shokët tanë, sikur mos isha I mbytur nga universiteti. Salla me nga 500 njerëz nuk njeh njeri. Nëse bën një shok sot, ai shoku nesër zhduket, se ka ndruar deg ose ka hequr dorë, ose provo të bësh një shok te një degë tjetër. Smeresh në vesh fare. Mekanikat janë 800 veta, por analiza shkote në 1100 veta ka shkuar herë te Automaxi. Qa po flet Bleone në këtë moment, ishin 2 vitet e para në Universitetin Teknik Berlinit, shumë lëndë, si matematika, analizë njëshit, bëheshin midis gjithë inxhinierëve. Ishin për krefje. Ishin inxhinier të kimisë, inxhinier të gjitha. Universiteti ki parasysh që ka 30.000 studentë, kështu që bëheshin 1.000 veta në një klasë. As kush nuk I plaste për ty. Kishte njerëz që luanin Counter Strike aty, se kishin internetin e fortë, ose League of Legends. Luanin rrot të kënaqeshin, kishin që flini për shembull. Ishte uploadi fantastik aty. Kjo ishte. Unë këtu ndjesha I mbytur. Nuk po mësoja dot me njerëz, nuk po krijoja dot grupin tim. Dhe vetëm unë nuk jam aq eficient. Do robi të kapet diku gjithmonë. E kapa veten nga semestri I tretë, thash kjo nuk bën për mua. Aplikova si I çmendur gjithandej. Gjeta Siemensin. Kalova një intervistë 7 orëshe dhe u pranova në një grup me 20 çuna. 2 goca. 2 goca, 20 çuna ishim aty nga njëra klasë. 4 goca dhe 16 çuna nga klasa tjetër, pothuajse 40 veta.
dhe ky 40 vjeçi eci dorë për dorë, nga dita e parë deri ditën e fundit, kur e mbarova. Të gjithë. Kur e mbarova të gjithën dhe të gjithë e kaluam, nuk ngeli asnjë. Aq eficient ishin të ndihmonin njëri tjetrin, domethënë të gjithë e kaluam 40 veta, janë në Bachelor of Science në këtë moment. Ose vazhduan masterin ose u kthyen punë, nuk ka rëndësi. S'ka rëndësi, ideja është ishte një marrëdhënie shumë e shëndetshme me gjithë secilin që krijosh grupe. Te uja është pothuajse e pamundur domethënë. Jo, nuk bëhet dot te uja. Fakti që një staf ke burimet njerëzore na zgjodhin, neve pak a shumë na zgjodhin që të mund të bashkëpunonin me njëri tjetrin. Dhe ai shtator që nuk është ishte bashkëbisedim shtator, ishin lojra për të parë se si komunikon, si merr përsipër detyra. Nëse vë një grup me 15 veta, aty njëri duhet dalë si lider. Shohin se kush e nxjerr veten si lider, kush e pranon liderin. Sepse mund të kesh dhe me grupe që pse po bëhesh ti lider, do bëhem unë. Po, goxha, domethënë e shohin gjitha konfliktet, i shohin me një lupë të jashtëzakonshme. Ishim 20 veta që intervista dhe vetëm 2 u morën nga aty. Unë dhe një shok tjetër, të dy u futën në të njëjtën klasë. Kaq ishte kjo. Si e ke bërë tëndër, apo sa mund të kalojmë këtë hipotezë? 2010 theti? 2010 erdha në Berlin, 2009 gjysmë në Gjermani. Po. 2000, më thënë që i pjetë ka qarë të këtë 5 vite për para, se ka marrë dhe rëndi. Nuk ka marrë 2014, më thënë, nuk ka pasur gjuhën një herë, edhe vitin e parë, po, ka pasur gjuhën. Pse kishe gjuhën ti? Së mësova mjaftueshëm në Shqipëri? Jo, përkundrazi, po mënyra se si ne u lidhëm, se si mora unë vesh, më thënë, se nga Berati, e ka shumë informacion sa kishte në Tiranë. Ishte që duhet të bëja një provim tek një institucion, nëse ishte mjaftueshëm për shkollën apo jo. Normalisht ky institucioni tha që jo, se duhet të bësh kursin tek ne, e kupton? Sigurisht. Euroazia ishte apo. Edhe në këtë pikë domethënë, okay, dole që unë duhet të bëj kursin. Domethënë edhe futa kursin normalisht keq të ku bërë, kupton? Normalisht u zgjeruan njohurit më shumë herë më shumë, por që mund të kisha kursyer minimum 6-7 muaj nga gjitha ajo gjullurdi domethënë. Mas asaj ne tajë me studion kolegun. Në TU e kam bërë me kolegun, profili teknik, gjithashtu. Pastaj aplikuar për universitet, apo aplikuar në disa vende, në fakt megjithëse vetëm në Berlin do të qëndroja, po mbaj mend se atëherë Berlini dilte përgjigjja e fundit. Po, e kishte jam mbledhur domethënë jam pranuar në Hafen City në Hamburg, në Bochum jam pranuar, në si e ka ajo që u bëra peshmë që të në KIT, Karlsruhe Institute of Technology. Ajo është domethënë më lart nga të gjitha. Se dia që isha për peshmë pra. Edhe pishman nuk kam bërë asnjëherë, por që për nivel, për disa gjëra që do t'i përmendesh ti më vonë për pjesën e ku është më mirë, ku s'është më mirë, domethënë, e kupton, ka ca gjëra që ka ideja ai, sidomos për ata që duan të vinë nga sot e tutje për shembull, është më mirë atje se sa këtu. Edhe kjo nuk diskutohet fare më. Po, gjithsesi. Po për çudi domethënë të njëjtat tracks, të njëjtat footprints, edhe unë si fillova atje domethënë e kisha të shumë të vështirë në fillim fare se ku atje. Në universitet, po, në të njëjtin institucion që ishte ti. Punoj edhe ti shtunë diel apo? Unë punoj edhe shtunë diel, punoj edhe premte, punoj si kafshë domethënë gjithkohës. Po problemi ishte se unë kisha probleme në fillim me ato lëndës që ishin gjenerale domethënë. Që ishin algebër, analizë, mekanik, to që s'më vjen tash në shqip fare se kam tendencë të thonë në shqip ca budalliqe të tjera. Domethënë ishin ai shumë të cekta, domethënë nuk ti jepin asnjë lloj ndjesie që nuk ndihesh e sigurisht që inxhinier ndërtimi valla dihesh se çdo gjë po bën 2 vitet e para ishin gjithë njësoj. Exactly. Domethënë kaluan thonë pastaj, u futa në atë drejtimin tim, si të them, me shumicën e lëndëve, por pastaj filloi nxori kokën në universitet domethënë. Dolën lëndë të tjera ku dëgjon si diferenciale, teknik sistemi, kështu kod filozofi që se kur mund të bjerë një gjë nëse do ndodhi që është shumë interesante plako, por nuk është interesante nëse kjo gjëja ka 6 pikë, kupton? Sa edhe do të ishin bërë gjitha me programim, pastaj ose informatik, ndërtimi me gjëra që ishin shumë
shumë larg realiteti 1, po edhe shumë larg asaj që doja të bëja unë 2. E kupton? Sidomos për ata që duan të profilizohen, domethënë për të dalë më vonë se pacientë për të çarë në një firmë, edhe nëse mund të arrin një pozicion shumë të lartë ose të ndjen një biznes të tyrin më vonë, domethënë. Në një institut si është Universiteti Teknik i Berlinit për shembull, është pothuajse e pamundur. Njohuritë që merr ti për në pjesën e ndërmarrjes, sipërmarrjes, menaxhimit të financave, edhe e gjithë ajo mënyra e jetesës si inxhinier, domethënë është zero. Se ti vërtet mund të jesh një konstruktor shumë i mirë, ëh? Mund të jesh një projektues jashtëzakonisht shumë i mirë. Por nëse ti nuk do të paraqesesh produktin tënd, nuk do të mbrosh produktin tënd, domethënë ose ta përshkruash në një lloj mënyre që ti jetë i zbatueshëm në çdo lloj terreni, më fal, produkti jot nuk ka njëjtën vlerë që ti mendon që ka. Prandaj se çdo firmë ka rob me profile të ndryshme, domethënë. Sa shumë sa I marronin gjithë njëjtën drejtinë domethënë edhe dilnin peri fillit. Këtë kishte mangësi të ujë. Tani më sa kam pyetur unë domethënë ai departamenti që bau betrip në Gjermani është si ndërmarrje ndërtimi po ta marrësh. Është zgjeruar goxha se ka vajtur edhe persona të tjerë domethënë kanë futur edhe lënë me zgjedhje tash. Zgjedhje me detyrim, po I mban mend se ç'i kemi pasur në sistem. Por që në atë pjesë nuk ja vlente. Edhe mua drejtim unë kam ndryshuar më vonë se sa ti. Nuk e din nëse ti ja ke nisur nga zero apo jo. Kur e nisë prap. Kur e nisë prap duhet ta nisë nga zero, nuk njihni asgjë. Po. Kurse unë ti e ke ndryruar mbas 3 semestrash, unë kam ndryruar mbas 5 semestrash. Unë janë njohur të gjitha përveç se to lëndë të idiotë që po përmendin tash, siç ishte analiza, mekanika, informatika, kupton që plako, inxhinier ndërtimi, kupton, do të bësh tash po të marrë një pikë te kjo vala, që ta çoj vala, mbas 3 valash det atje. Anyway, këto su njohën domethënë. Edhe unë kam ndryshuar për me dëshirën time domethënë, pasi ai shoku im gjerman ka folur për Tomin disa herë më vonë. Ai ndryshoi 1 muaj përpara, jo 1 muaj, 1 semestër përpara, dhe më tha që plako mënyra se si punon ti domethënë, mënyra se si mëson ti, mënyra se si ngulesh ti të gjëra domethënë, këtu është perfekte, kupton, sepse është me rrugë më komunikimi më të thjeshta domethënë, që nuk ke të gjatë të dërgoj email back ta u. Po një pyetje mbarove punë, kupton? Edhe ka qenë edhe hera e parë që jam futur në punë atë në profilin tim përpara se ta ndroja. Në momentin që unë jam futur në punë që zgjati diku të 3 vite të puna që isha përpara, e kuptova që unë ligjëri kam 3 vite që po jam te kjo shkolla, unë nuk kam iden fare se çfarë jam duke bërë, kupton? Ishte mangësi, ishte burnout në leximin e një plani, nuk kuptoja dot asnjë, domethënë përveç ato që më kishte shpjeguar i saj më kur që I vogël, domethënë se normalisht ai jetoi ato perksat që ke babai në standardimin domethënë. Po zero më plan. Disa se çdo njeri unë jam I bindur që nëse nuk e gjeni çdo njeri ka hapësira të mëdha, domethënë, nuk diskutohet fare. Po hapësirat që kisha unë plako ishte thyej qafën, nuk ishte se pengohesh, e kupton? Ishin njerëz të koni shumë çkia dhe unë vendosa që në nëntor e fillova dhe tetor thash okay. 1 muaj mjafton, unë ndihem jashtëzakonisht shumë keq, nuk kam performancën atje ku duhet. Po shikoj ato lëndë që vinin më vonë, ato vazhdonin konstruksion, budalli që kështu nuk ishte asnjë praktike, thash okay, unë aplikova edhe u pranova. Edhe siç e thash, disa lëndë nuk më njohën domethënë. Unë kisha bërë diku te 75%, 70% kisha bërë unë, diku te 50-55 më njoh. Por ta kisha mundin të ishte filluar direkt atje te kjo e dyta domethënë. Po sigurisht, e njëjta gjë për mua. Nuk diskutohet fare, nuk ka asnjë lloj ndryshimi domethënë. Unë më hamendja se edhe si popullat, domethënë kam një mendim mbase s'është saktë. Edhe si popullat nuk më hamendja se ne kemi shumë njerëz që janë të prirur drejt pedagogjisë ose drejt kërkimit. Unë kam përshtypjen sikur shumica e studentëve që vinë nga Shqipëria janë shumë të hetur për një karrierë, kupton? Për të çarë diku, për të çarë në një firmë, për të bërë diçka. Nuk mund ta them me paushale, sepse nuk e dim, po ne të dy jemi të rrethuar nga njerëz që duan vetëm të dinë si ta bëjnë atë gjën dhe jo të dinë si ta kërkojnë. Pikërisht. Unë aty jemi të rrethuar nga këta njerëz, por nuk mund të them, nuk mund të ekstrapolojmë vetëm nga ky grup I vogël që I njohim gjithë shqiptarët. Nëse puna është e gjete këtë, veten e financoj. Kur kalove në punë në profilin tënd? Se dhe kjo është e rëndësishme, për atë që na dëgjon. Unë kam në profilin, shiko, në pjesën e gjuhës, në studion kolege kur kam qenë tek
të uja, domethënë deri para semestrit fundit që kam qenë atje, domethënë punoja punë që nuk kishin ide fare, kam punuar në supermarket, kam punuar në Olympia Stadium, domethënë me këto eventet, kam punuar në çdo lloj evente të tjera. Pastaj 2 punë domethënë. Ta paguajnë Qiran, por në fund ndihesh sikur po ecësh mbrapsht. Ndihesh gjatë gjithë kohës kur po ishte mbrapsht, bile para se të filloja punë në profilin tim që ka qenë, siç e thash, tetor 19. Kisha një vit e gjysmë që punoja bar shef në gastronomi, domethënë Brauhaus Lemke, që është në Alexanderplatz aty. Ishte shumë mirë plako, se unë punoja 2 ditë e gjysmë atje dhe merrja 1400 euro paushal. E kupton, me nga 6 orë pune. Paguar. Nuk të hyn punësh puna. E pra, e kupton, ishte po shiko, se du ta marrësh, ta kuptosh edhe çka të mendin atëherë. Aq i ri, me aq pak ditë punësh, shiko çfarë punë kam, po sa marrën këtu, për shembull, s'më një avokat në Shqipëri. Apo? Jo. Në një firmë ligjore. Mos harro që edhe Qirane kishte 250 euro, kështu që. Pikërisht, e kupton, po që prap ishte ndjesia goxha e mirë, domethënë kur punoja për veten tënde, sidomos nga që ishte edhe fundjavë për shembull, të prishte shumë punë për mua, pavarësisht në atë periudhë. Ajo ndjenja për të mësuar ishte aq e vogël sa edhe kur edhe pse kishte kohë ndonjëherë zvije fare, domethënë se ishte ajo ndjesia jashtëzakonisht shumë e keqe që ti do zgjoj në 6 të mëngjesit, do vije të shikojë dikën në orën 8 të mëngjesit që thjesht do lexonte ato foljet përpara atje, domethënë ato janë vraste pra, ose ata të gjithë ato dëshirën që ke ti për të mësuar diçka ta vrasin, po. E di. Ai është një nga mëkatet më të mëdha për atë staf pedagogjik që ka ai instituti atje. Në tetor, nëntor nga filluar në 2 vitin 2019 që i bie 3 vite mbasi kisha filluar tamam tu, 4 vite. Filluar punë edhe marrësh nga eksperjenca ime, domethënë që të them Robi që nëse kudo që të jetë edhe në Shqipëri, se kjo më amendja se tani ka filluar që fillojnë studentët të punojnë edhe gjatë shkollës, po në qoftë se ke ndonjë lloj dyshimi, në qoftë se ke ndonjë ngërç, domethënë në momentin e parë që të jepet mundësia për punë në profesion, filloj edhe viti i parë ti. Po pati punë profesion. Jo punë jashtë profesionit. Jo kamarier. Jo. Se kamarier do të vrasi. Do ta shkatroj jetën komplet. Po në qoftë se ti e ke mundësinë direkt të pastër të fillosh punë në profilin që je duke studiuar, në sekondën e parë. Për mendimin tim mos po të rëvë fare. Unë e di që nuk kur isha unë në semestër parë të universitetit, kush do më merrte në punë. Kam aplikuar një çik, po kush do më merrte në punë. Po është filtri, në gjithsesi edhe në Shqipëri edhe tani nuk do të marrin njeriu po të semestri i parë, po do të marrin në semestri i dytë, të i treti. Në mos të i katërti. Te i treti i marrin tash, sidomos këtu për shembull. I treti, po. I treti. Aman keni shokut që janë në studenta inxhinieri ndërtimi këtu në Berlin. Thjesht kontaktoni Buçi Podcast, më duhen 4 veta që necën, mundësisht. Puna është këtu. Ja për mlodhe dhe ti tëndën, kemi paka shumë të njëjtën gjë. Të dy e dalluam në kohën e dur, që po të vazhdonim të universiteti, ose do ktheheshim në Shqipëri, ose do e mbaronim me 4, domethënë me 5 me shqiptar. Nuk e shumë dakord të pjesa plako që mbaron. Unë mendoj që unë do kisha ngelur. Me një mundësi shumë të lartë do kisha ngelur, një mundësi shumë të ulët do e kisha kaluar me një notë thjesht kaluese. Po më merre fryma tërësisht atë. Pikërisht, po të po them, unë nuk jam i bindur që ne kemi të marrim nga në principe, nuk jam i bindur që ne kemi marrë me vendimin e kohën e dur, sepse kohën e dur do ishte student kolegu. Pikërisht, kohën e dur do të ishte student kolegu plako, sepse sa thellëza kishe ti në përshpatulla dhe mbas veshëve që thonë mos shko asnjëherë në Fachhochschule sepse po universitet do jesh një qenie inferiore. Më është propaganda plako, është propaganda që bëjnë universitetet, e kupton, nëse ti kupton do të mbajnë emrin thonë që mos ata janë varë lehtë apo. Atë kisha dëgjuar. Po në fakt i vetëm e kisha dëgjuar, nuk është se kisha takuar në një rob që thoshte, e kupton. Di pse se kisha takuar, se gjithë ata që janë në Fachhochschule, plako gjithë ata janë në punë. Nuk ka kohë njëri të merret me llafe që është merret as dromca që janë me semestër të 17. Pikërisht, me semestrin e 14 të vjet, it's very nice here, I like it. E di më blon, pa aq na ishte thënë. Po komoria familja ime. Edhe ata e kemi vetë, atë duhet të dilja pak. Familja ime nuk mbështeste që unë të kaloja aty. Diskutohet ajo një, po përveç se asaj plako. Ti edhe vetë nga mentaliteti që ke nuk e ke pasur asnjë mentalitetin që të vesh te një shkollë të çojë të dikut, duhet të vëjë gjithmonë te shkolla më e mirë. Po. E vërtet?
Kur ka ardhur në Berlin ose kur ka ardhur ka qenë okay, Bleona sa kush është shkolla më e fortë në Berlin te Berlini. Aty. Aty me kokë, e kupton? Se ku po vete, se çfarë po bën, se çfarë të preta, ku dëgjon aty jepi valla, kështu dive in, e kupton? Një e dyta. Ti e di që është shkolla më e mirë, po ti nuk e di për çfarë ishte. E kupton? Kishte emër në për ato renditjet që ti nuk i merrje vesh. Përveç ato revistat e trasha me renditjet, dilte të Berlini e treta e katërta, ahen e gjithmonë e pare, sigurisht me meniun. Është mungesa është edhe ignorancë, domethënë, ignorancë në kuptimin shoqëror, jo si fyre, domethënë. Ne kemi qenë shumë të painformuar, nuk e dija që ishte sistemi dual më blo. Mua më thon ajo është akoma më mirë akoma. Po unë edhe këtë që kam ndryshe. Nuk e kisha idenë fare çka ekzistonte jashtë. Ne nuk dinim në Shqipëri, Mario që mund të për shembull kishte bërë tani vëre gjuhë që ti kishe marrë ca letra të paktën që kur të vije këtej, e kupton, mos të bëhet gjithë komplet gjë, e kupton. Se vërtet e theli atë çfarë që është shumë e rëndësishme ta mësosh gjuhën në mënyrën e dur, sepse nuk mjafton ato 2 orë. Po erdhe me gjysmake edhe mëson duke dëgjuar. Pikërisht. Unë gjuhën e kam mësuar në supermarket, nuk e kam mësuar as te Euroazia, as në shkollë. Unë ke Nordzeja, ke restoranti peshkut e kam mësuar gjermanisht. Nuk e kam mësuar në kurs gjuhë. Është shumica e robëve që kanë prirë pragmatiste, domethënë që janë goxha praktik në mënyrën e jetuarit, nuk e mëson asnjëri në shkolla plak. Çfarë thotë ditën hallo, ich bin Bleon, ich komme aus Albanien, ich möchte 1 Kilo Apfel haben bitte. Është absurde plako. Mamma mia 1 kilo. Shiva. Puna është këto, këshilla e parë, për të kaluar te këshillat. Këshilla e parë, gjen një cop letre që nga Shqipëria që thotë që je B2. Një cop letre nga Goethe instituti, se vetëm ai më duket njësat. Po të kaloj një small rent të vogël në ç'është ky brez valla tani unë nuk e di se çfarë pirë ke pasur me gjuhës, po unë nuk e marr vesh sa po vim brez tash nuk mëson asnjë lloj gjuhë plako. I ka shumë dishdije, nuk e di, vjen kjo. Ç'është kjo po është kulturë e shtuar valla, unë nuk e marr vesh që është cool ose shkollë, nuk më intereson fare valla, është gjë e mirë të dish një gjuhë, zgjidhe vetë ku dëgjon, bëj edhe rusisht po deshe. Po duhet të di robi një gjuhë tjetër valla. Ose të hap rrugë më zemra, po sa gjëra i ti mendon ndryshe vetëm nga pjesa që të rregjua. Pa lexuar pa brasin gjë, vetëm nga që mendon në gjuhë të tjera. Një nga krenaritë e gruas time është që më ka shtyr mua të mësoj një gjuhë të huaj me e fillova 26 vjeç domethënë. Sa vjeç tani ti? 32. 26 vjeç, gruaja ime si hobi në çift, ishim akoma pa martuar atëherë, tha do fillojmë një gjuhë të re tani bashkë. A mama e thash. Duke tërhequr këmbët zvare fillova, po tani ja adhuroj domethënë. Frëngjisht ishte gjuha në fjalë. Pa. Strafullah, ju. Nëse të hyn në punë. Të hyn në punë. Dhe njohuria italistës, fal italianës e Kanalet 5-s na hyr të hyn në punë që ta mësoshin çik më kollaj. Më kjo është sensi, kupton, pavarësisht se këto janë shaka, këto janë preferenca personale, ato që mund të që mësojnë gjuhë robi ose nuk mund të dish vetëm anglisht plak se bëjmë si anglezët pastaj. Po më për të kaluar këtu, një kuriozitet, një fun fact për në kafe, domethënë, nëse dëgjon një shqiptar, në kurset e gjuhës që bëja unë të Universiteti i Popullit, që në Amerikë do ishte Community College. Kursi ishte 30 euro për 10 javë. Po, ishte nga këto Volkshochschule. Po. Aty ku bëhet dhe kursi i gjuhës më i lirë i mundshëm, domethënë në gjermanisht. Ai ishin plaka nga 80 vjeç. Që s'është do aplikonin për një punë atë me frëngjishte. Mësoni fshehjen e tyre. Unë dua të mbaj trurin aktiv, thoshte. Luaj shah, luaj sudoku, dua të mësoj edhe një gjuhë, tha se dua ta stërvis trurin sa mundsi të kem. Ishte jashtëzakonshme. Pleq tan kur arrin 60 vjeç presin sa të vdesin. Ku kemi kone dhe atë me... Ska konshjetare. Ku kemi kone dhe atë me skajtur trurin Po mirë, për të kaluar prapë, se kaluam prapë në një tangente tjetër, për ta marrë kështu strukturuar se jemi inxhinier. Kemi një shqiptar në këtë moment, ngocë ose çonë, nuk ka rëndësi nga cili qytet. Marrim shembullin nga më i thjeshtë dhe kalojmë nga më i vështirë që ishim ne. Shembulli më i thjeshtë është ke një familjar të afërm në Gjermani, dhe ke lek për të djegur. Po. Lek për të djegur bëhet fjalë 16.000 euro në vit që mund të t'japi mami dhe babi për një 5 vite. Vetëm brezin tash i plako edhe më shumë vetë, deri 20 vjet.
Nëse dikush në Shqipëri ka mundësi të japë kalamanet 20.000 euro në vit, këto këshillat nuk vlen për ty që të flasin. Je në easy mode. Gjithandaj. Mbyllë këtë, dëgjoni nga ato podcaste të tjera që janë për të qeshur. Seriozisht, je duke luajtur me cheat codes, domethënë në Gjermani. Kështu që je free for all. Apartamentin mund ta marrësh me 1.000 euro qiram, edhe e gjen pa problem. Je për qef. Kursin e gjuhës e gjen si ta duash, të shtunat e diellat i ke të dhuruara nga familja. Një zonë literally don't give a fuck. Nëse ke një familjar këtu të ndihmon edhe për ato muajt e parë që ti flesh te kolltuku atyre derisa të gjesh në shtëpi, e ke komplet të zgjidhur. Nëse familja të jep mbi 15.000 euro në vit, e ke mendjen e ndar, se ke 1.000 euro në muaj për veten tënde. Po. Kështu 15.000 euro herë 5 vite e zëm, se të duhet nga bachelori deri ke fundi masterit ose vetëm 3 vite të bachelorit. 15 herë 3. Ka lek familja të t'japë 45.000 euro. Kjo është në rastin që di gjuhën. Nëse është në rastin që s'di gjuhën, 3 vite që të shtyhet me aq vite sa duhet për mësuar gjuhën, që është 1. Kështu që nuk e sugjeroj që pse, kupton, 4 herë 15, shkon 4 herë 15 me 60.000 euro, nëse është në gjendje të t'i japë familja. Edhe ka, familja ime nuk i kishte atë. Familja ime nuk i kishte 60.000 euro për mua. Kështu që nëse ke kaq, ky podcast nuk vlen për ty, mund ta ndalosh këtu, domethënë ishte kënaqësi, subscribe dhe like. Ne kalojmë ke faza tjetër. Pjesa tjetër është njerëz që nuk u kujtuan në sekond fundit për të ardhur në Gjermani, por familja nuk ka mjaftuar. 10.000 euro është minimalja me qira fjala për të gjithë. Ambasada gjermane ka vendosur ke 10.000 euro tani për vitin e parë. Duhet i kesh të bllokuara, bla bla bla. Ti shpjegojnë vetë ata kur të arri puna, thjesht rrotulloni në kokën tuaj 10.034 euro në këtë moment. Duhet i kesh të bllokuara ti deklarosh. Kështu që kaq është minimumi i jetesës për një student konsiderohet me 10.034 euro, kështu që kur isha unë ishte 7.000 euro. 7.800. Ku kam ardhur unë ka qenë 8.100 e ca. Do rritet me inflacionin, sigurisht rritet kosto e jetesës. Atëherë, iku kjo duhet të bësh gjuhën këtu, nuk e ke mësuar dot nga Shqipëria, për një arsye ose tjetrën. Nuk do të humbasësh kohë, do ta mësosh këtu me full time. Gjë që nëse ke ndarë mendjen sekond fundit, ta këshilloj me gjithë zemër, këtu ka kuptim të bësh. Zgjidh një qytet të lirë, që është afër një metropole. Ajo ishte shumë optimale. Që kur të vi koha për të aplikuar për punë për shtëpi të tjera, mos kesh nevojë të marrësh trenin 6 orë për të shkuar bërë intervista. Në këtë rast do ishte, nëse adhuron zonën e North Rhine-Westfalen, që do ja këshilloj atë gjithë, sepse është një zonë jashtëzakonisht e larmishme, plus që ke Beneluxin afër, klima është e përshtatshme, uji ka sa të kënaqesh, 3 aeroporte që të cilën në Shqipëri kur të doj qefi, Kölni, Dortmund, 2, Kölni dhe Dortmund, Köln-Bonn edhe Dortmund. Nisë, edhe po të ishin deri në Frankfurt, nuk është do vdesësh. Po ti është deri në Frankfurt, nuk. Nëse e gjete këtu që do i kesh të lira. Do të kesh parasysh ti si individ që po e dëgjon këtë, në momentin që vjen të kurs gjuhë, nuk ke as mish as peshk. Fakti që nuk je student, shumë konvikte nuk të hapin derën. Të hapin vetëm konvikte private që pranojnë kurse gjuhë ose formim profesional. Në momentin që je student atëherë të hapen. Domethënë fakti që je as mish as peshk, shumë gjëra nuk vlen për ty. Duhet i paguash dhe shumë gjëra full price. Që është fucking bullshit, domethënë. Më duket se do ndryshojnë, se janë disa senatorë që po flasin për këtë, domethënë, po që ja ku je, ti ke konvikti, ku isha dhe unë pjesë e konviktit tënd deri para ca kohësh, nuk pranonin kurs gjuhë. Jo. O je student, i fucked up një moment, domethënë, po që haj. Po pra, kjo është e keqja. Domethënë ki parasysh që kursimi më i madh që mund t'i bësh familjes tënde është të mësosh gjermanishtën deri në B2 në Shqipëri. Është absolutisht kursimi më i madh që mund të. Po, se kur i futet pastaj bën këto gjëra të tjera. Nuk ka të hash bukë djathtë këtu për të kursyer lek mamet dhe babet. Kursimi më i madh është ta nisësh që atje. 3 vite ke shkollën e mesme, 3 vite bëj gjermanisht. Me nga 6 orë në javë nëse ke mundësi. Sa të ke, ore bëj disa, vetëm mos lekët që do harxhosh me një mësues privat në Shqipëri ose një kurs gjuhë në Shqipëri, nuk i afrohen as me 10% si do të ikin prej shalësh këtu. Një muaj kurs në Shqipëri plako është një drekt. Kështu që duhet ta kesh këtë parasysh. Ky është kursimi më i madh. Nëse jemi te pika që u kujtove në sekond të fundit, nuk e ke gjermanishtën forcinë tënde, duhet gjesh një qytet të lirë. Një qytet të lirë që të lë me vizën për të punuar.
sepse kursi i gjuhës është koha ideale për të punuar. Detyrat e shtëpisë janë jashtëzakonisht minimale. Është garbage e thjeshtë, është thjeshtë. Nëse po flasim për rrogën, nëse shiko, se është shumë e thjeshtë, po është shumë e thjeshtë vetëm nëse është granti që ti dëgjon gjatë kursit, Se nëse do rish në telefon gjatë kursit normalisht s'do kuptosh fare çfarë bën detyrat e shtëpisë. Po nëse ti arrin ta kuptosh profesorin, domethënë, as atë robi që shpjegon, ty nuk të duhet të merresh me fare me ato, përveç se të bësh ato detyrat shpejt. Detyrat e shtëpisë janë. Ma do të jetë i vëmendshëm. Detyrat e shtëpisë janë gjysmore nëse ke mendin në kurs. Kurset zakonisht janë maksimum 6 orë. Qameti. 4 është standardja. Kështu që 4 orë kurs e gjithë ditën, gjithë fundjavën për veten tënde. Në kohën tonë nuk kishin zmadhuar smartphone-at aq shumë, smartphone nuk kishte kur erdha unë. Kështu që gjëja më e thjeshtë fare pa gjermanishte që mund t'i bësh vetes tani është të hypësh një biçikletë që e blet për dorë për 100 euro, mos më pak. Spektakolare fare. Merr një çantë dhe shëtit edhe jep i sjell njerëzve picat në shtëpi. Po pizza hamburger ka fillon me groceries kështu. Në momentin grocery. Në momentin që ndihesh rehat me gjermanishtën, e zëm erdhe me 0 gjermanishtë. Kjo të hyn punë. Dhe me anglisht mund t'i thuash njerëzve 2 euro dua. Po. Në momentin që ndihesh me rehat, mund të kalosh në restoran nëse do, diku ku të përsërisësh gjermanishtën që ke mësuar. Kaq. Po. Bon sens. Kjo gjë bën sens. Je një vit që fiton 450 euro në muaj. Të paktën ti heqësh familjes kursin e gjuhës. Me që ti i përmendën këto pjesën e bicikletave, domethënë ne kemi vetë akoma aty, po do ta them se më ta rregoj. Këto punët që janë me bicikleta ose punët që janë me evente, janë disa si tip mini kartela, domethënë që zakonisht përshëndrojnë te studentët, që i gjejnë punën që mund t'i zgjedhësh vetëm do të detyron njëri, nuk e sasi fikse. Thjesht i thoj që okay, kjo puna është, mua më pëlqen, do shkoj, ka shumë nga këto. Edhe i vëmë me link pasaj po, se mund të ketë rob që kanë ardhur tash, për shembull, ka jo Cenxobra, jo Lagader, i vendos linket poshtë edhe ti shihni vetë. Ideja është që këto janë njerëz zakonisht shumë mira, sidomos për mendimin tim është shumë e rëndësishme që sidomos njerëzit që studiojnë gjëra të vështira, për shembull, ndaj mjekësi, juridik, ndaj inxhinieria, për shembull, që si mesin e parë të dytë nëse ja arrin, mos merrni me asnjë gjë tjetër. Sa ajo është pjesa kur ti do vësh këmbën, domethënë. Po e kalove shëndetshëm atë si mesin e parë, domethënë. Ja, unstoppable. Shiva, puna, po e kuptoj, po puna është këtu për t'ju kthyer financave. Nëse vjen këtu me kurs gjuhë, detyra jote e parë është t'ia ulësh shpenzimet familjes. Po. Kështu që nëse je i dashuruar me Berlinin, për cilën do arsye, unë do të këshilloja të shkosh në një fshat afër. Qyteti më i hajrit afër që është i përballueshëm është Brandenburg City. Gjysmore me tren nga perëndimi i Berlinit. Jeton një shoku im aty, zakonisht i çoj macën kur ikim me pushime, shumë e thjeshtë për ta takuar atë. Gjysmore, 40 minuta maksimumi është regionale. Një tren jo ekspres, do të ka më ekspres se sa ai, po një tren interurban. Një tren interurban. E bën aty kursin e gjuhës, i gjende shtëpitë shumë të lira. Dhe kur vjen koha për të aplikuar në Berlin, qyteti është jashtëzakonisht i bukur, ka shumë ujë, por nuk ka larmishmërinë e Berlinit asnjëherë. Nëse je për parti për kështu do të vish në Berlin me tren pastaj. Po çau bëj qameti se erdhi në Berlin me tren dhe i hyj prapë njëti tren për të kthyer ke shtëpia jote gjysmore më larg. Çfarë kemi bërë ne, që kemi jetuar në periferit të Berlinit për kursyer lek? Puna është që nuk student kurs gjuhë me financa të kufizuara nga mami e babi nuk e përballon dot Berlinin, të lutem mos e mendoni këtë aspekt. Tani jo, për gjithë secili që do vinë nga tani e tutja, as mos i shkojnë në mendje fare, do jetë budallik domethënë. Do rënonin familjen financiarisht. Qytet tjetër në zonën e Nordrhein-Westfalen do ishte Bochum dhe Duisburg. Bochum është goxha sipër, domethënë se është qytet që i ka dalë pak nga trendi. Po janë stabilizuar goxha çimin aty, domethënë se është më shumë studentor dhe industrial është, nuk është e kanë gjë shumë tjetër. Pjesa më e bukur tek kjo zonë është ajo si ti shpart, domethënë që çdo gjë shumë afër njëra tjetrës. Jashtëzakonisht afër. Është Bochum, më vjen nga Kasseli edhe sa kalon Kasseli ke Bochum, Düsseldorf, Dortmund, Essen. I këtë gjithë. Aty janë gjitha. Puna është nëse jetonte e lira dhe Düsseldorfin e ke gjysmore me tren larg, kur të vit për çfarë do jetosh? Jeto si student, jeto si gjunafçar kurs gjuhë aty. Dhe pastaj kur të vi puna, hapi tjetër, domethënë kur vi puna, pastaj hapi tjetër është kjo. E zëm që ti që po na dëgjon nuk je për të studiuar mjeksi.
E zëm, sepse vetëm ajo nuk e ka të duale. Çdo gjë tjetër në Gjermani ka një mundësi për ta studiuar dual. Që ajo që thash në fillim podcastit, një firmë të jep lek si bursë që ti mos bësh asgjë me fundjavët dhe me mbasditët e tua. Po disa e kanë dhe me punë, Po prit të do dila. Unë e kisha që kam vetëm 30 ditë pushimi në vit. Po. Dhe midis semestrave duhet shkoj në zyrë dhe të bëj çdo gjë të vogël që ata kërkonin nga unë në atë moment. Pa mundësi për t'u ankuar. Nëse s'kishte asgjë, do shifja ekranin për 8 orë derisa ku dikush t'i binte derës dhe thoshte kam nevojë të ma bësh bukur këtë tabelë në Excel, se vetëm aq më besonin në fillim. Është diçka. Ke futur këmbët në je xhan. Është puna që ka për inxhinieri mekanike, ka për informatik, ka për elektronik, ka për biznes, ka për të gjitha këtë. Përveç se gjëra si mjekësia, për ata nuk e ka. Aty duhet punosh vetëm pas ditëve, pastaj vjen keq. Edhe të pjesa si mjekësia në fakt, Mario, ka filluar që kaca, apo? Janë këto që janë si shtiftum për shembull që t'japin lek shtiftum, po. Nëse je zot, janë disa gjëra domethënë, po për degët për shembull si jemi ne dy, domethënë është nuk bën më sens burr. Nuk bën më sens kuptosh. Ti je budall domethënë të bësh një shkollë të plotë tash. Edhe për këtë jam i bindur për çdo lloj profilizimi, dhe ata që duan të bëjnë kërkim, nuk e di pse fut veten tënde në të huqën, do të vazhdo, bëj masterin pastaj. Po ja, po prit, këtu do ta dilja. Dikush mund të thotë po prit të marrëm, do të bëj master doktoraturën. Shumë mirë. Një 3 shokë të mi, nga ato 40 që ishin, vendosën që unë do kthehem në research and development tani. E dinin shumë mirë që do i qeshnin. Njëri punonte ABB-ja, është firma kompetitive e Siemensit nga Zvicra, do gjaj një orë në botën, po të hapësh atë dollapin elektrik të shtëpia me siguresat, o nga Siemens, o nga ABB-ja mund tjetë. Ai bëri masterin të Berlinit. E mbaroi sistemin dual të ne me 1.7, e pa që po pritin që nga mirë, no? Ky me qëra fjala e la të Berlinin në semestër 2, unë e lash semestër 3. Ishim pothuajse në të njëjtën klasë bashkë. Edhe ky tha me prindër të pasur tha kjo këtu s'ja vlen çfarë për mua. Mbaroi sistemin dual, u fut masterin e bëri për 3 semestra. Tha e kisha më të vështirë se sa ata që e kishin bërë bachelorin në TU Berlin, pa pikë dyshimi, tha. Po ula me një notë, kujt po i plasë. E mori ABB-ja direkt me vrap sepse kishte mbaruar një universitet të hajrit në Gjermani. Edhe tani po paguhet mbi 10.000 franka zviceriane, sepse janë rrogat e larta. Normalisht, tjetër gjë. Nëse ky është rast tjetër, puna është që mund ta kthesh veten në akademik, nuk të pengon asnjëri, thjesht mos bëj gabimin ta bësh bachelorin duke punuar shtunë e diel nëpër restorante, nëpër zyra në profilin tënd, kur thjesht mund të gjesh një kompani, sepse janë aq shumë, shumë fare për çdo lloj gjëje. Janë shumë. Edhe ne po marrim gjithmonë profile të larta, është po këtë për Kaufman, këtë për Kaufman. Pikërisht. Edhe për këto gjërat e vogla, për shembull, ku dëgjon Lidl jep dualës studium. Normalisht. Edhe nga Lidl është supermarketi me qira fjalë, ti jep mundësinë të bësh dualës studium se si të organizosh biznesin. Financiar logjistik, çfarë rëndësie ka? Merr bachelor në fund. Me bachelor në fund, po gjëja më e madhe që është ajo që na i mungon kësaj këtyre stresi po flasim ne, domethënë puna janë stresi mesme ose mesme ulët apo ku dëgjon. Ose stresi ulët që ka ëndra, domethënë se arjen nëse ke qëllim. Ideja është që edhe në rastin e Lidlit i plak, vetëm që po paguash për të 3 vitet, po je brenda me garanti, je i garantuar të marrin punë kur marrën atë. Po. Mund ta kesh te kontrata, ekzistojnë kontrata, kontrata ime kishte të tillë, që 3 vite mbas shkollës duhet punosh te ne. Ose na detyrohesh X sasi lekësh nëse nuk punon te ne. Po. S'ka rëndësi. Ajo sasi e lekëve ishte shumë e pakët, po gjithsesi. Konata tha se jo, kam qef punoj. Po. Shumica nuk e kanë fare këtë si kusht, domethënë. Shumica thjesht ofrojnë është siç e ka Deutsche Bahn, ëh, firma e trenave, domethënë që është më e madhe në Europë. Të mbarosh si inxhinier aty, e ke të garantuar që do të marrin punë, domethënë. E ke jetën e garantuar, jo vetëm. E ke jetën e garantuar, se ata janë janë kështu me të mbrojtur nga ato sindikata të gjëra. Atje po futen një herë.
Po s'është puna, po mund t'i aplikosh diturinë tënde gjithandej. I ka me pushime unë larg Europës, aty ishte Deutsche Bahn që ndërtonte trenat. I beson gjithë bota Gjermanëve ndërtojnë trena është puna. Di se për 2-3 vite kam qenë në Greqi, në Athina, Gjiropolis, domethënë të Deutsche Bahnit ishin ato pjesën që kanë thënë 7 Spanja trenat e shpejtësisë larg Gjermanëve ja blen. Jeca ka bërë Gjermani kjo. Puna është për gjithë dëgjuesit, nuk ka kuptim të aplikosh në një universitet normal. Puna është dikush ka të drejtën, nga ana tjetër e kompjuterit ose celularit të thotë po pritin që si do aplikoja nga Shqipëria më. E di gjuhën, po si do aplikoja nga Shqipëria. E keqja është këtyre është që gefühlt me ndjenjë 90% të këtyre fillojnë në shtator. Janë të pakta ato që fillojnë shtator dhe në mars. Kështu që dualet shumica është kjo. Fillojnë shtator. Domethënë që intervistat kanë filluar që në janar për atë. Domethënë që nga janari vitit 3 të Ismail Qemali po e marrim si shembull, duhet kesh filluar të aplikosh për në Gjermani. Ndryshe do bësh diçka tjetër këtu në Gjermani ndërkohë që aplikon. Puna është si do vi unë. Në Wizz Airin do vish. Intervista mund të të vi shumë mirë të premten, ose nëse je aq i komunikueshëm ti thuash ta paguajnë ata zakonisht, kështu që as mos e vrit mendje për atë. Edhe nëse se paguajnë, kollaterale tani në Tereza nuk janë ata. Edhe nëse si paguajnë nuk ka ndonjë problem. Ndryshe mund ta bësh ka kompjuteri me Skype. Edhe nëse do bësh intervista, gjithsesi mbaj faturat që i bën me taksat. E ke parasysh. Edhe në fund do kesh zënë pozicionin në fund ti, nëse taksat të kështu ka bërë intervista për të punë, edhe do të vinë lekët mbrapa, kështu që. Puna është që ke mundësi nga Shqipëria, fatmirësisht ekziston Wizz Air. Kur erdhëm unë e ti ishte minimumi 180 euro. Unë kam ardhur në Gjermani nga ajo koha ku ishte më e lirë t'i bleje biletat vajtja ardhje. Ashtu e kam blerë, bleo vajtja ardhje dhe dogja kthimin. Se sa ta blije teke, mua më jep edhe ushqim në avion atëherë. Dhe 20 kilçja ishte garantuar. Po pra, me ato 360 euro ka qenë bileta e parë që mbaj mend si sot, unë edhe ishim tranzit nga Vjena. Tranziti nga Vjena, dhe ishin të për avion që të vinin të si një shuk i kërika, një pjesë gjë ushqimi dhe një gjë për të pirë. Pa. Puna që tani ke më shumë mundësi si shqiptar. Plus që dhe prindit në Shqipëri kanë zënë depozita një çik më të se sa fillimet e viteve 2000, mbase familja ka dhe më shumë si quhet disposable income në Shqipëri. Lek për të harxuar shumë domethënë për të harxuar ose për të hedhur për të investuar diku domethënë. Që një nga ato Audi të bukur të parkuara në blok, ajo është 4 vite financim një studenti shqiptar në Gjermani, a? Po, pa frikë fare. Një Audi aty mund kushtoj 60.000 euro i përdor ose i ri? Në base se sa i bukur është? Se ka ndonjë prind domethënë që mendon të blej fëmijëve në një Audi. Aq mjafton për këtë. Puna është që për këto sisteme duale, nëse nuk lodhesh për të aplikuar që nga janari, mund të përfundosh duke humbur një vit. Atë një vit mund ta bësh edhe kur zgjuan nëse ke të nevojshme. Puna është që ekziston. Mund ta bësh edhe frima se nuk ka asnjë gjë, por mund të jesh edhe një çik europian burr. Nuk ka pse të vuajë Europë gjithmonë siç kemi vuajtur ne, kupton ti bëj gjeshur gjëra atë. Unë bëra vit në fundit Harry Fulci, dikush mund të thotë pikërisht, e kupton. Ideja është se sa do bëhet nuk ka problem, po ekziston mos ta lënë si ide domethënë. Po ekziston një mënyrë. Okej, futu të tjetra, nuk do të jeri. Ekziston një mënyrë që të shkosh nga në festa e maturës në Korrik në dyert të shkollës në shtator. Ekziston. Mjafton vetëm ta kesh gjermanishtën e mirë. Po. Ka disa persona që kanë bërë, mos të brezin pas një kolegu tash. Puna është nuk ka arsye pse mos ta marrësh një vend në duale studio. E zëm që nuk e do këtë, do së zbën universitetin, ose asgjë tjetër, ose rash e diqa. Ose je për mjekësi. Mjekësia nuk ka duales, ose nëse ka unë nuk e njoh. Do studiosh 6 vite, aty ke nevojë për ndihmë nga familja, ose nga një burim financash në Gjermani që mbështet studentët e jashtëm. Që ndryshohen këto nga viti në vit. Çfarë mund të them unë sot në vlen nesër? Ti plako të vjen një studim në mjekësi në Gjermani. Gruaja ime është goxha e kënaqur. Është jashtëzakonisht e kënaqur. Por ti po them, ti si individu, duket se
E kam parë. Është pak e stërgjatur kështu edhe shikon që nuk i kemi të njëjtat mundësi që kemi pasur ne. Nuk merr. Një nga gjërat që ka thënë Groja kur mbaroi mjeksinë ishte edhe mund të kisha aplikuar në vendet baltike, ta kisha bërë në anglisht. Edhe nga aty të shifja se ku mund të lëvizja në vend tjetër. Ekzistojnë shkolla në vendet baltike në anglisht, si mënyrë për të shtyrë studentit të vinë aty. Gjermanisht është goxha frikë kur janë në Shqipëri plak. Është jashtëzakonisht frikë. I shef ato fjalët e gjata, ato 2 pika. Po nuk do të haj, po është thjesht ta themi ne tani, po unë mbaj mend se sa i friksuar isha në 2007 kur e fillova. Në rregull, ishte shiko, edhe do të parë që nga ana objektive kjo plak, ta analizosh si gjermanishtja vetëm gjë të vështirë ka është kjo pjesa se si duket domun. Ama plan me 3 kohë foljesh marrë punë komplet i plak. Nuk ke nevojë në jetë përditshme. Edhe në shqip të duhet më shumë se 3 kohë foljesh, e kupton? Pa të pasur, le të kishim thënë, e kupton, ato. Na vjen natyrshëm, ato po në gjermanisht duhet i mendojmë çik. Tu me 3 kohë mbarove. Mi pra puna është nëse e ke ndar mendjen për universitet ose je me vërtet për mjeksi, të duhet një burim tjetër financash sepse jo, mbas një far pike kur arrin në universitet ekzistojnë punë për studentët. Për shembull, që në semestër të parë ose që në studien koleg, se ekziston, që në semestër të parë mund të marrin në punë për laboret e gjumit. Qa janë këta, janë pacient, e di nga gruaja këtë, që ka pasur shok që në fillim që punonin aty. Ruan njerëzit që mund të vdesin në gjumë. Duke lexuar, janë ca njerëz që kanë nevojë për shumë përkujdesje, mund të mbyten ose diçka e tillë. Po pse duhet kaq mazokiste kjo që plakor, robi mund të vdesin në gjumë, çfarë do bëjmë të lëmë ca studenta aty të ruajnda, që bën vaki, vdiq ai robi aty studentit në duar, ai e la me shkollë. Kanë vështirësi, kështu që ty të japin lek mbi 10 euro ora, që të rish në një karige të rehatshëm të dhoma e këtij pacientit. Vetëm duhet të rish zgjuar gjithë natën. Kjo është i vetmi kusht. Po vaki të zgjumë. Po tani. Prish punë. Mbas kësaj pastaj mund kalosh punën në profilin tënd. Se siç po punon ti në një zyrë inxhinierie tani mund punosh shumë mirë se një mjek si ndihmës infermieri diku në një spital. Ekzistojnë ato punat, se në një mënyrë ose tjetrën duhet të financohen dhe studentët e mjekësisë. Po kaloj semestri 4 punojnë ta, por se kam ata në Rostov dhe atë tjetër në Frankfurt. Mbi semestrin e 4 je tërësisht i garantuar. Deri në semestrin e 4 do paguosh shumë më mirë, nuk diskutohet. Mund paguosh nga 15 euro ora domethënë, edhe të dalin me 2 ditë të dalin ato, 1 ditë e gjysmë biles. Por ka goxha dhune. Dhe më e vështira te mjekësia pastaj është që viti i fundit fare nuk je i paguar, por duhet të punosh 8 orë në ditë. Të bësh ato rrotullimet. Kështu që për atë vit në fundit, nëse mami e babi s'kan lek, do të marrësh një borxh nga banka. Edhe ta kthesh kur ashtu. Po që është shumë i sigurt si borxh, nuk është se do e gjesh në mbaruar atë pjesën e kualifikimit, thjesht pjesa e punës është edhe borxhi duhet vetëm për të jetuar deri në momentin që do dalësh në punë, kur dalësh në punë pastaj e ke pothuajse të siguruar atë. E ke të siguruar. Po mirë, ç'a do thoje ti që harruam? Se morëm atë që ka financë, ka 60.000 euro fakta. Po ata që harruan plako jo që harruan, por në momentin që ti thëshin nëse të është fiksuar se s'bën në universitetin. Unë mendoj që nëse ti si individ je i fiksuar në universitetin, për shembull, do duales, pra do të shkosh te Applied Sciences, nëse nuk ke ëndër për shembull të zbulosh metoda të reja ku dëgjon. Nëse do të futesh research, kërkim shkencor në kuptimin e plot të fjalës. Bëj master në universitet. E kupton, atëherë mund të kalosh atje, po bachelor bëhen në fashë. Bachelor ta bësh në to. Muzeet e shkencave të zbatuara, si di. Se do ta ngucësh veten aq shumë domethënë që nga fillimi në një universitet teorik, kur në fund ti duhet të marrësh një njëjtë, edhe nëse të futesh për masë, në bazë do duhet një notë më e lartë nëse vjen nga to shkencat e aplikuara, por ta kesh dhe më të thjeshtë se do janë më të kuptueshme.
Domethënë bëjmë më shumë sens. Overall gjërat domethënë janë më të prekshme domethënë, më të kuptueshme. Çfarë më duket e frikshme është kjo. Studia në kolegu ishte një urë e lezetshme për na. Një urë e rehatshme. Për të kaluar nga bankat e shkollës mesme, ku me gjithë kuptimin e fjalës kemi qenë të përgatëtur nga stafi, dhe të kalosh direkt pas studion koleg të Berlinit, ti qofsh, domethënë do të bjeri tavanin kokë. Ai do të bjeri tavanin kokë. Po mendoj se nuk e përgatitur asnjëherë ashtu shumë për të Uberin. Të paktën jo me këtë lloj karakteri që kam. Unë të kaloja direkt nga bankat e Ari Fulcit në qershor në shtator ke bankat e Berlinit, mua do mbinte çati janë kokë. Nuk do kaloja në një ankth që nuk ta përshkruaj dot. Pa pasur atë studion kolegë. Është komplet mënyrë tjetër, nuk ja ke ide në Shqipëri, nuk ja ke ide. Fare. Ide jo vetëm përgjigja është ajo që cekën pak fare në fillim, është dream killer. Të heqën gjithë nevojën. Që ti ke menduar për shembull për të universitetet para fare një ti e thjesht një dele në të gjitha të stallën e madhe, ke përshkruar të vrastin me numra, ai është numri matrikulës tënde. Po nuk i plas njeriu ti nuk je të njeh njëri fare se kush je, se ç'a bën, ose edhe para atyre po të vdes ata thjesht të vazhdon të kalojnë, nuk i intereson njeriu, se janë institucione të mëdha një, nuk diskutohet. Po e dyta, çdo lloj ndjesie, çdo lloj pasioni që mund të kesh në fillimin tënd, domethënë ato të lëndët që bën ata për të krijuar nxënësit, për të hequr ata nxënësit që nuk e meritojnë, domethënë për të filtruar, ato do ta marrin inspirim edhe shumicën e dëshirës që ke pasur do ta heqin. Do ta heqin se shumica e nxënësve kanë gjithmonë një kufi derisa të thonë që ore dale se unë ja futur për këtë filan, pse po bëju kaq shumë gjëra tjetra, kupton? Sepse gjysmëri thonë, "Ok, dua diferencial të lajshëm edhe integral ka gjithmonë", kupton? Po që në qoftë se më qaf paçi veten e tyre, pse mendoj 100 herë si shqiptar se sa në gjendje të punosh vetëm. Ato që doja unë Mario të bëjmë çik më ndryshe nga të tjerat ishte se për shumë profesione që janë në Shqipëri, për shembull, që në Shqipëri bëjnë studime, këtu janë shkolla profesionale. Po. Edhe në qoftë se nuk je i sigurt për studimet, domethënë, edhe ajo pjesa që thëti gjithkohës, domethënë, duale studium, nuk është i thjeshtë. Përkundrazi, duhet të kesh performanca do të jetë aty. Jo, ke kërkesë llogarie nga firma. Pikërisht, nuk mund ngelesh një semestër, nuk mund ngelesh. Nuk ka si këto të tjera që bëj mund të rish 17 semestra, të del mjekra bëhesh me fëmijës që mbaruar shkollën apo më ashtu s'ka. Jo, duhet ja për llogari. Prandaj ti paguhesh. Prandaj të paguan ai se do të jesh tamam, do të jesh taklem. Jo, ai të paguan që mbas 4 vitesh ti je gati të punosh për ta. Pikërisht. Dhe 4 vite rresht ai të ka përgatitur 3, 4, varet se sa është programi. Aq vite rresht ai të ka përgatitur dal nga dal që ditën e parë të punës ty mos të duan dhe 3 vite të tjera për ta marrë veten. Pikërisht. Se ka shumë profesione që Einarbeitungszeit si do ishte në Shqipëri. Në Shqipëri është pjesa që fillon mësohesh me punën, që hyn që je komplet vetjak, je komplet i pavarur nga njerëzit e tjerë për të kryer punën tënde ke firma e caktuar. Mund zgjasë edhe 1 vit, 2 vite. Po. Mjeksi. Është shumë fatkeqësi, shumë e madhe. Po pra, kompanitë me sistemin dual ta japin atë mundësinë, Einarbeitungszeit ta bëjnë gjatë atyre viteve, ditën e parë të punës ti je komplet i pavarur. Po. Që nuk ka të paguar. Jo, unë kisha më shumë te pjesa, domethënë te pjesa derivate ishte që nëse ti nuk je i sigurt që do diçka që është me studim, nëse është inxhinieria apo jo. Futu në shkollë profesionale, nuk është si në Shqipëri që vetë llumi. Shkollat profesionale këtu janë tipisht në kubull, ka jashtëzakonisht shumë lezet. Je i paguar një, pra që është nuk diskutohet fare. Për të gjetur punë më vonë, domethënë është jo e sigurt. Është. Po mund të bësh 4 punë në jetën kohë, nuk do thotë njëri gjë, se ka mungesë jashtëzakonisht shumë të madhe. Është dhe diferenca që jo çdo kamarier është me bachelor këtu, ëh. Do të kesh parasysh dhe atë, ndryshe nga Shqipëria. Po. Ku kamarierët ose janë pa gjë ose janë me shkollë profesionale për restorant ose hoteleri. Jo, e mbarove bachelorin, puna është që si emigrant, qëllimi yt është ta marrësh pasaportën sa më shpejt. Po, që ta flesh mendjen. Stresi i vizës nuk ka të krahasuar kur ikën. Asnjë gjë tjetër. Nuk ka të krahasuar. Unë do e filloj masterin, unë personalisht do e filloj masterin tani në shtator, mbas 4 vite gjysmë punë.
Pothuajse 5 vite punë. 5 vite punë full time, tani do e filloj master. Puna është që unë mbasi mbarova bachelorin, kalova me vrap të aplikimin për pasaportë. Të viza e përhershme dhe kalimi për aplikimin për pasaportë. Momenti që ndava mendjen aty mund të mendoj për ëndra tani që është master. Dhe masterin që do bëj tani është komplet ndryshe nga masteri që do doja të kisha bërë ditën e fundit të bachelorit. Ditën e fundit të bachelorit po I thoja vetes po sikur të bëj një master që të bëhem një inxhinier më I mirë. Tani që jam bërë inxhinier më I mirë pa masterin, po sikur të bëj një master që të bëhem nga ana e biznesit një çik më mirë. Diçka më mirë. E pra shiko, ku është pozitiviteti I madh. Ti e zgjedh tash se çfarë do të bëj. Tani e zgjedh. Atëherë është e zgjedh. E ke vështirë po e bëjnë ta se e vërë edhe unë tani bëj mua bëj gjithmonë edhe në shkollë domethënë në semestrin e fundit që jam ose te puna domethënë që do bësh master. Çfarë bëjmë? Këshilla më e mirë është mbaro bachelorin, merr pasaportën sa më shpejt, siguroj vetes rrënjët këtu dhe pastaj mendo për master. Dhe plus qoftë se do vinë një herë ai momenti, domethënë nuk jam I sigurt akoma nëse do vi pjesa tjetër sepse ato profil që ka deri para 6 muajsh nuk e dia do e bëja ndonjëherë dhe ja ku jam tani. Pikërisht, ato janë gjëra që ndryshojnë volontaret domethënë, po unë pra nga që kanë profilin ndryshon kualifikimin e kanë ndryshon. Që ka kurse që vjen aty të gjithë bashkë vjen aty te sa një master domethënë, po thjesht nuk quhet master domethënë. Si ke certifikate të ndryshme domethënë, sepse ashtu është industria. Nuk mund të po e kuptoj, po pse ta groposësh veten në master? Kalo direkt te pasaporti. Po. Skip. Sepse janë shumë argjime njëra pas tjetrës apo jo. Nuk e kuptoj, nuk bën sens domethënë. Se edhe shiko, fakti që ti të bësh master direkt mbas bachelorit. Po më vonë nuk bën asnjë ndryshimi. Bile do të kesh më mirë më vonë se të paktën do kesh ndonjë lek. Do kesh lek ke mundsi. Unë po e bëj part time. Po I kam mundësit financiare edhe për ta bërë full time. Të merrja pushim nga puna. Po do ishte vetvrasje e karrierës të bëja pushim nga puna. S'ka pse, për një vit e gjysmë, unë duhet lodhem 2 orë mbas ditëve dhe një çik në fundjavë. Kjo është sakrifica që do bëj. Në vend që të merrja pushim total. Një vit e gjysmë 2 vite në varësi. Më duket shumë okay. E bisedova me familjen time që përbëhet me një macë dhe një grua, dakord ish. Ti isha në një pozicion me 2 kalamaj dhe ishin çik më vështirë. Mirë, diskutohet se kanë më shumë detyra domethënë, por deri tani domethënë një vit e gjysmë plaka është përballuar shumë nëse ti e ke marrë me shumë qejf që unë e pa që ti kishe me shumë qejf domethënë se ishte vërtet diçka që nuk ishte bazike domethënë, ishte goxha interesante. Kalonte domethënë I kalonte këto bazat e një lloj masteri mekanik ose si ta them unë gjenerik. Po më pra ishte ajo që mbas 4 vite punë pash që njerëzit që vlerësohen më lart financiarisht te kompania ime nuk janë inxhinierët më të mirë. Inxhinierët më të mirë që vlerësohen te kompania ime janë ke kërkim zhvillimi. Njerëzit me të njëjtat aftësi si unë si inxhinier që vlerësohen më mirë financiarisht janë ata me aftësi për menaxhim. Kështu që më duan disa copa letrash që t'i bind të tjerët që ja ku janë. Sepse është një profesion shumë I kërkuar, ne kemi folur disa herë bashkë që domethënë shumica e gjitha industrive teknike domethënë që është pozicion jashtëzakonisht shumë I kërkuar sepse aftësi teknike kanë shumë. Sepse janë sistemat inxhinierike, ose inxhinieria është gjë që mësohet. Ti mund të kesh lindur me pak talent që e kupton më thjesht nga të tjerët, por inxhinieria mësohet nëse ti vë mjafto shumë kohë. Menaxhimi është ajo pjesa domethënë që se shumë njerëz duket të thjeshtë, ai është menaxher burra I shrat, nuk bën asnjë gjë, kupton. Po që kur e provojmë pastaj vetë çfarë është për menaxher ose çfarë lloj kualifikimi do të kesh. Sa që Gjerman ka të marrë mendimin fare për shembull, s'dua djem thonë. Se din shumë mirë se çfarë do të thotë. Ajo mbajtja përgjithësisë është po pra, këtu u ndryshua. Kur e mbarova bachelorin, nëse do bëja master, do bëja për të bërë një inxhinier më I mirë. Po inxhinieri më I mirë u bëra në punë. S'kishte diskutuar që ajo ishte shumë më mirë se sa shkolla. E thonë për gjitha punëdhënësit e thonë, edhe te puna që ishin përpara 10-15 veta kanë paguar, ti gjithashtu e thoshin. Ai farfetish më, vetëm mbaroje atë. Nuk ka rëndësi as nota. Vetëm mbaroje. Me qira fjala ke nota. Nobody gives a fuck like zero. Qose je në shkollë mesme tani dhe po numëron ato 9.1 apo 9.2,
Po e streson vetën dhe nuk po shijon ato vitet e fundit që të kanë ngelur me mamën e babin në shtëpi, se kur të vish këtu e shef se sa herë ke për t'i parë. Shijo më mirë ato kohën, shijo kohën me shoqërinë, le të dalë 8.9 në vend të 9.2-shit. Nëse nuk je duke konkuruar për mjeksi ose në Amerikë ose në një vend ku vlerësohet mesatarja, që në sistemet duale them drejtë nuk i plas shumë njeriu. Rëndësika të shkëlqesh të intervista. Pikërisht, do të kesh shumë karakter, do të jesh rob që të dallohesh nga masa. Intervista, shkëlqete intervista, mbarova. Intervistën e parë ke për të qenë skandal. Nuk ka rëndësi sa mira mendon që je në Shqipëri. Ke intervista e parë ke për të qenë skandal, se askush në Shqipëri nuk bën dot intervista ose prova. Nuk mund t'i thuash mamit hajde bëjmë prova bashkë tani në gjermanisht. Është. Ke për qenë skandal, nuk ka rëndësi. Mos apliko ke gjëra që do ti që në fillim. Apliko ke tjerat një herë, praktiko me ato. Ke intervista 5 do jesh legjend gati për të duhet të konsumoni informacion shumë, se tani për to që flasim ne plako ti e ke parë e ke ngrënë vetë në kuriz direkt, po qysh kam ngrënë unë edhe kur isha në shkollë, po tani ka video plako, tani vetëm futesh në YouTube, domethënë ne s'kishim asgjë. Ne s'kemi pasur asgjë atëherë. Atëherë ishte kështu tafti bafti, thoshte bëj bismillah në fillim edhe jepi. Po ja, mund të them kaq. Intervistën për masterin që u pranova e kisha të mërkurën. Sot është dje. Për atë intervistë unë përgatita 2 javë, duke bërë researchin mirë, duke i kaluar pikat, me gruan dhe me një shoqe gjermane bëra intervista prov. Intervista prov serioze, domethënë. Me shumë rezistencë, nuk e kam qef shumë të dëgjoj zërin tim, domethënë. Podcasti me ty është një eksperiment që po më bën të ndihem më rehat. Nuk e kam shumë qef të marr feedback-un direkt, më mirë marr të fshehur me email 3 ditë më vonë. Edhe kur po të ndihmon shoqëria me intervistat, prove merr feedback-un direkt, e kupton se ku e ke bërë gabimet. Është një çike vështirë për tu dëgjuar, nëse nuk je mësuar. Plus që mezi e merr dhe seriozisht atë, prandaj kisha dhe unë rezistenca, më shtyn i bëra, po për gjysmore intervistë unë jam përgatitur 2 javë. Dola shkëlqyer të intervista? Apo pranova? Nga mosha takon të ftosh 2 fjalë më shumë për të pjesën e përgatitjes, domethënë. Ne deri në këtë pjesë domethënë paraqitëm faktet se si janë që duhet të jesh pak i lirshëm si individ, që ti domethënë sepse nota nuk është aq shumë kriter sa s'ka qenë përpara dhe kur të kalosh nuk është më shumë kriter. Por kjo do të thotë që ti tani lëre çantën te poshtë bazës në shkollë domethënë edhe haj se do bëhet, s'ka gjë se s'ka rëndësi. Jo, nuk është ajo. Ideja është që thjesht mos ta djegësh veten. Po vazhdo atje sepse nuk ka kuptim ta djegësh veten. Kupton? Do të jesh se morë 8 ose 9 në matematikë një soi. Pikërisht, është një soi, kështu që për 90% të degëve. Për 90% degë. Se ka degë që janë shumë të forta që kanë jashtëzakonisht shumë aplikantë domethënë. Normalisht ato do konkurrosh me të tjerët. Po ti si aplikant që po na dëgjon e di vetë ku je. Ti si aplikant që na dëgjon për çfarë do fillosh të konkurrosh me të tjerët, nëse ti je jetur, nëse je si puna ime për shembull. Vetëm për ata që kanë qef ndërtimin, ka minimum 5 degë të ndryshme që mund të futesh ti, pa duke i bërë skip çdo lloj konkurrencë tjetër. I del trajektori, domethënë. Mund të them kaq. Një familje afërt gjermane, në cilët i takoj shpesh, mami e babi janë goxha mirë financiarisht, në puna shumë të mira, po flasim net worth me 6 shifra, si familje, 4 kalamaj, 3 janë në universitet, një është akoma gati për shkollën e mesme, të 3 i kanë çuar në dualet studium. 2 kanë mbaruar, një është akoma brenda dualet studium. Ja bëra pyetjen një herë, edhe tha, vetëm sepse kam lek nuk do të thotë që jam idiot. Mirë. Domethënë, 1000 euro në muaj, pastaj 1100 vitin e dytë, 1200 vitin e tretë, 1300 vitin e katërt. Ka qenë dha Siemens atëherë. Deutsche Bahn mund të t'japi 800-900, pa aman, në fund. Jo, Deutsche Bahn thonë 1250. 1250. Ja ku e ke. Nuk e di tretë me 1600 e sa.
1600 ca plak është punëtor full time në kasë. Llogaritë 12.000 euro her 4 ose her 3. Një institucion po të fal 36.000 euro vetëm që mos punosh të shtunë diel dhe të lutem mbarohen në kohë. Nuk të kërkon as nota ti kesh të mira, vetëm për të gjithë interesuarit, po të futesh tash vetëm për të bërë çek që ne po ja fusim kota apo mund të thosh te Deutsche Bahn tash që përmendëm përpara për të çdo lloj inxhinierie. E fillon me 1100 deri 1200, e mbaron me 1600 deri 1800. E ke sipërmarrje në punë, domethënë që kur mbarosh je i marrë e ke të garantuar, edhe nëse ti e vendos të punosh për ata domethënë ke edhe një bonus për prej 3500 eurosh vetëm për të futur. Tani çfarë të them tash ti? Do të japi edhe ndonjë nuse, pastaj ti japi edhe fëmijët edhe të thonë tani se nuk e di se çfarë më kërkosh më. Por vetëm duhet nuk të mbajnë as peng me notën. Fare. Ndryshe nga një bursë në Amerikë, që nëse nuk e mbajtë notën ti ikën bursa. Vetëm mos ngjesh atë. Mbarohen në kohë. Një semestër edhe ta falin mbase. Mira bursa tani, ajo është gjë që e kanë gjithë ata, e kanë si as, domethënë okay, nëse një semestër dhe ta falin nëse i ke argumentat e saktë. Po. Sëmundjen familja në një gjë tjetër një semestër ta falin, vetëm mbarohen në kohë, nuk ka rëndësi nota. E vetmja pengesë për ty. Për shembull, deri në këtë moment që jam unë tani te kompania ime, unë kam bërë vetëm një intervistë në 2000, një intervistë kur kalova nga to Berlini ke Siemens në 2013. Kaq. Unë kam pothuajse 10 vite të ke kompaninë në të bëj tani, me vetëm një intervistë. Kam kaluar kështu pastaj. Ky është nga tanët, okay, po e marrim ne. Kur kalova në pozicion tjetër, ky është i atij, okay, po e marrim ne. Se haron një gjë që edhe ata që vinë fillim domethënë, nuk është perëndi gjithmonë. Familiariteti, ndjenja e joti, imi, yti është njësoj kudo, nuk është vetëm Shqipëria. Nuk kemi qenë vetëm ne, kemi njerëzit tanë, kupton? Dhe kompania vet, kompani pa fytyrë domethënë, ka qef të ketë të vetë. Ti e di se si punon kompania, ke një brand loyalty atë. Diskutohet, ashtu është. Domethënë fabula, mesazhe ku dëgjoni, konkluzioni i gjithë kësaj është domethënë që nëse keni rob që janë të interesuar për të ardhur, që kanë një dëshirë ose më shumë se sa një dëshirë, nëse ke dëshirë ti mos e merr mendimin për mendimin tim. Do të jetë qëllim. Pika parë. Të flasim si drejtë, kupton? Do të jesh një çik, duhet ta duash një çik gjën. Se të gjitha ato që thamë nuk vlen nëse ti vjen këtu vetëm se tha mami domethënë. Kupton? Do e kesh më të vështirë, do e kesh shumë më të vështirë se sa çdo kusht tjetër. Pika parë është kursi lek familjes dhe mbaroj kursin e gjuhës që në Shqipëri. Ose 80% të kursit gjuhës të lutem mbaroj që në Shqipëri. Po. Në momentin që vjen këtu mundohu të mbash edhe të angazhuar, të harxhosh sa më pak kohë, të fillosh një punë të dytë, e thamë në fillim për faktin që të përsërisësh atë gjuhën që ke mësuar, domethënë të fillosh të bësh më shumë eloquent, do të ndihmoj tek një bicikletë të duar. Pikërisht. Po edhe pjesa e servitit së gjuhës do të më ndihmoj për më vonë, pastaj siç e tham për intervista për në shkollë për të gjitha. Kur të jesh në shkollë je zotëri burr. Apo se kur jesh në shkollë ti je në shkollë, do bësh ato 2 ditë punë që kanë këta ose ku ti gjen një javë në një muaj. Shiko, mos e nënvlerëso fuqinë të shtunës së dielës. Ne vim nga një popull që mama e babi im kanë biznes privat. Shtunë e diel për ata nuk ekziston. Gjithë ditë e javës duken njësoj. I marrin pushimet vetëm kur e ndjejnë të nevojshëm. 2 herë në muaj, 3 herë në muaj. Nëse janë si puna ime, atë bicikletën që kishin përpara, mos e lë ti ashtu, mund ta mbash bicikletën edhe për sun diel, nuk thotë gjë njerëj. Po. Është lejuar. Të lejohet, domethënë nëse je duke marrë 1200 euro nga firma e trenave të lejohet të fitosh te 450 të tjera. Po. Dhe ja pa pritur je me 1700 euro si 19 vjeçar. Nuk do dish se çfarë të bësh me aq lekë. Valla një që sidomos kur je rob që e menaxhon 1000 lekun, vërtet do të di çfarë të bësh me atë. Nëse si mësura me të menaxhuar lekun, ato 1700 euro mund të ikin edhe shumë shpejt. Dua të them vetëm që fuqia të shtunës së dielës për të përsëritur materialin në shkollës. Është goxha si. Nuk ka të krahasuar. Ose thjesht karikohesh me aktivitete sociale. Po. Siç e bëja më shumë, nuk shumë rrallë e kam përdor të dielën. Diela për mua është kështu, është useless, dead day. Nuk bëj dot asnjë gjë të dielën. Dyqanet janë mbyllur për publikun, me qenë. Edhe gjëja që bëj unë, domethënë që mundohem që shumicat e shtunave të kisha produktive. Normalisht u merresha për shkollën, merresha në një temë, në një projekt që mund të kisha.
Edhe çdo gjë që ishte e shkolla, se mundoj ta mbyllja në javë. Gjatë javës për shembull, sa herë kisha në një modul në një gjë, mundosha gjithmonë që ora gjysmore, 40 minuta, 1 orë. Më shumë se 2 orë nuk vjen asnjëherë. Edhe ku dëgjon, edhe në efekte jam unë nuk arrit dot më shumë se 2 orë. E kam aq që kam maksimum. Pastaj duhet të pushim gjithmonë. Edhe ky modeli për shembull më ka funksionuar më mirë me karikimin e vullnetit. Karikimin e vullnetit domethënë për javën. Kurse tani po ndryshon. Ka që unë javë, siç e di ti, edhe nga puna edhe nga lëvizja e gjitha, i kam javën më të ngarkuar. Kështu që tash më duhet që të pi më shumë kafe gjatë javës pas punës, edhe të përdor fundjavën domethënë. Këto janë gjëra që i shef njeriu me kohën, këto varet se si e ke të zënë ditën. Po puna është që sistemi dual të jep mundësinë Ti jesh komplet i pavarur nga mama e nga babi, dhe ti jesh të dhuron të shtunën e të dielën. Nuk e kanë shumë studentë. Nuk e ka. Sa mund të thosh? Ti si ka pasur në as dash të punon. Që as për shkollë mos e do, as karikim social nuk e do. Mund t'ja thuash shumë mirë publikut. Pse zgjodhem restorantet ne? Sepse janë të vetmet gjëra që janë të hapur të dielën. Pikërisht. Dhe vetëm me një ditë nuk i bëhet dot 450 euro. Jo. Kështu që të duhet diela. Çfarë është hapur ditë diela? Vetëm restorante. Vetëm restorante janë hapur diela. Çdo që tjetër është e mbyllur, çdo lloj puni që mund të shkojë në mendje është e mbyllur. Plus që në restorant mund të kishin janë 2 vakte të garantuara, kështu që i thoj vetes sa se po kursete pak lek. Po në një peshk binte në tokë ndonjëherë. Ne kemi qenë një çik shumë striving ne tek ajo pjesa plakash dorin e kupton ishin goxha pa ti shkon mendja karikuar. Normalisht jo, është shumë gjë pozitive domethënë. Normalisht pra sidomos protestatët që kemi pasur ne shumë gjë pozitive, nuk është siç e them, nuk kemi se ke lek për djegun domethënë. Është tjetër nivel ai. Ata tipat e kanë mbyllur podcastin siç parë. Ata të tjerët po. Shiva, nuk është turp. Se unë ati do arrim nivelin financiar të asaj pike, sa këta prindit hipotetik të fillimi podcastit me 60.000 euro të kursyera për kalama. Në rregull, s'është problemi tani. Unë mendoj plako që kur të arrish atë nivel të kesh edhe prapë një qasje tjetër se nuk do bësh të njëjtën gjë. E kuptoj, po puna është që nëse nuk e ke nevojshme të punosh në një restorant që mban era pica, djath dhe peshk. Nuk ka ndonjë, shiva, është mirë që të shohësh se sa lodhje shkon në një 10 eurosh, që ishte 10 euro ora, minimalja në Gjermani tani duket sa është. Është interesante të shohësh se sa duhet lodhesh një orë për atë 10 eurosh. Ose mund ta quash që është dhe shumë interesante që prindit e tu po të t'japin mundësinë që deri ditën që fillon në profesionin tënd, mbas semestrit 4 të 3, kurdo që e ke kapur, të kenë dhënë atë mundësinë që shkollën ta marrësh me vrull në fillim, pa patur mundësinë, pa pasur nevojën të punosh tonë deri. Po e shikojmë nga pikpamja e çunave, nëse për pak harrova ata përmendjen. Nëse je femra për shembull, në pak si të min me eksperiencët e rove që kanë pasur shumë afër, je shumë herë më privilegjuar se ai mashkull. Pjesa e punëve. Se për shembull ti nuk mund të bash dot asnjë fëmijë plako me 17 euro ora, nuk mund të nxjerrësh as macën apo qenin e dikujt, domethënë. Mund të flasim për operët, mund të flasim për operët. Kështu. Në vend që të vish për kurse. Gocat që punojnë në biblioteka, në për swimming pool për shembull. Ja, si mashkull nuk e shanse të futesh në ato. Puna është që është barazia gjinore Jordan Peterson. Normalisht. Që punët si ata që punojnë kanalet nuk janë femra. Asnjëherë. 99.9% të kohës nuk janë femra. Kështu që nëse jeni gota dhe keni, domethënë doni të bëni më diçka më shumë domethënë për veten tuaj. Tani të mbash një fëmijë nuk është të bësh diçka më shumë nga ana profesionale domethënë, por që të ndihmon ty të edhe nëse ti je mirë me aq leçë do të nxjerrë kjo shkolla duale domethënë, të ndihmon që të hashin drejt në Prag valla. Se do robi që do dalin apo jo. Një herë në vit. Mbaj 2 herë. Një herë në vit. Mbaj 3-4 ditë një fëmijë i gjerman, 3-4 orë, edhe ja ku i ke lekë për të vajtur të ditë në Prag. Jemi dakord? Po. Me autobus 4 orë mund shkosh me 15 euro deri në Prag. Një natë hoteli është 30 euro. 3 drek dark të mira për 2 ditë nuk e kalon 100, se Praga është gjysma e Berlinit për çmime. Je e ke shikuar. Po gjithsesi domethënë ideja ishte se gjithë kohës funksionojmë në restorante, firma, gjëra domethënë. Nuk është nevojë. Gjë mashkullore, por që nuk është nevoja. Nuk është nevojë. Unë jam ngula sy të restoranteve për të vetëm në arsye sepse më duhet një punë ditë.
Nuk e zgjidhja si shumë persona. Nuk e zgjidhja dot me të premte të shtunë, sepse premte mbaronte studiin kolegu në orën 4. Nuk kisha ku të shkoja. Restorant të shtunë të diel, punoja nga 2 herë nga 8 orë, se rroga minimale në kohën tim ishte 8 orë. Në ato 8 orë që punoja haja aty falas, ndonjëherë binte një cop peshku në tokë dhe e gjente rrugën deri ke çanta ime, kështu që kisha edhe darkën siguruar në shtëpi. Kështu që nga ana financiare thoya vetes, ok, të shtunën të diel po punoj për 8 orë këtu, po I kam hequr vetes 6 vakte. Po shpenzime 6 vakte sa I bie, sa ka atë kohë sa ka 20 euro. Pak rëndësi ka, I kam hequr vetes 6 vakte, nuk kam nevojë të haj shtunën diela. Ishte ky mendimi pragmatik ose nesër do gjej punën profesionin tim. Pragmatizmi duket që në thelb, domethënë që është shumë gjë pozitive, pavarësisht se janë gjëra të vogla ato që të bëjnë për të qeshur kur I kujton prap. Po. Po në fakt si individ domethënë, aty dallon rrobat domethënë që janë stranj, ata thashë ama vari leshta, unë po punoj te kryesorati tik në doner pastaj domethënë. Ata janë tjetër tipa pastaj. Më kushtoi pragmatizëm. Më kushtoi një çik mua, nga ana sociale më kushtoi, sepse s'kisha nerva më për të takuar njerin mbas 8 orësh. Se duhet mësohesh. Më kushtoi nga ana sociale sepse humba pak nga eksperiencat që mund të kisha ndarë me shokët e mi, disa të tillë që I kishin 1000 euro në muaj të garantuar nga mama e nga babi. Po nuk diskutohet, po prandaj ti je këtu tani dhe po I thoj robëve merrni këtë duale, si që në fillim që mos e detyroni të humni të gjëra që kam unë, apo jo. Po puna është që në Shqipëri të thonë mos u bëj me shqiptarët kur shkoni në shtet. Edhe në shumë aspekte kanë të drejtë sepse mohon e privon veten nga zhvillimi I gjuhës. Por nga ana tjetër, nga ai aspekt. Po nga ana tjetër nuk të zë muhabeti asnjëherë me njëri tjetër. Edhe kjo nuk ka asnjë negative, edhe pjesa është përveç se faktin e gjuhës, unë nuk e shikoj të arsyeshme të fillosh të mendosh që do ri me këtë, do ri me atë. Qose ti s'ka aftësi sociale ta zgjidhësh robin tash, nuk ta ka fajin ai se është shqiptar, turk, arab apo I bardhizi. Tani që po flasim në 2022-shën ka aq shumë shqiptar këtu sa mund të krijosh shoqëritë njësoj si të ishën në Shqipëri. Nuk të pëlqen njëri me 10 takimet e para ke tjetri. Në 2009 kur isha unë ishin 10 veta që sej këtu. Miqësi, mos harro me tjetër, më mirë të jesh me shqiptar, tash plako se sa të bësh shok me një arabin turk, ta flasësh gjermanisht, pastaj sikur shet barit të cipi rrugës. Është ajo e keqja tjetër pastaj. E di, e kam vënë atë. I kam vënë atë nga ca të huaj të tjerë. Puna është që unë humba nga eksperiencat sociale me shokët shqiptar, sepse nuk kisha mundësi të merrja pjesë në aq shumë piknike sa doja. Se të gjithë na është dashur të punojmë. Na shumë parti, kështu që cili do që puna dëgjon, mendoj që ka një mundësi tjetër. E vetmja pengesë është intervistë. Dhe aty nuk të ndihmon dot njëri tjetër vetëm se eksperienca e krijuar me intervista të tjera. Dhe përgatitje tash. Shumë video YouTube. Falas nuk ka asnjë gjë, do të ecësh çik vet. Ama di që po kalova në intervistë që I more, vetëm që vetëm detyrim që ke është ta mbarosh notën. Kaq. As e more ato sot e more notë nesër, jo po çan notë more çan sot e more, S'ke nevojë të kalosh provimet dhe me të parën, e kalon me vjeshtën. Po I kalon me vjeshtën një plus do kesh nuk do jesh më si stall delesh që kemi qenë, do jeni qytetin 20-25 veta, do I njofësh të gjithë. Sa do I njofi profesorët do I njofin juve. Do keni një problem, do vjen 25 orë, sot rinj kemi këtë nuk e kuptojmë. Mua ka shpëtuar kokën. Mua ka shpëtuar kokën grupi I vogël I mësimit. Por unë nuk e kisha ndjetur, unë s'isha duale, isha në do të aplikuara, domethënë, edhe për të vetmi fakt që ishte komunikimi më I mirë ndaj nxënësve, që ishin më pak nxënës domethënë, mua vetëm ai fakt më shpëtoi plakun. Vetëm ajo mundësia që kisha unë për ta prekur një profesor, domethënë për t'i bërë një pyetje të drejtë për drejtë, domethënë. Po jam perëndi të paprekshme në universitet ata. Do të thonë unë kalova direkt 3 nota apo, që me provimet e para. Po mund të ta them kaq. Unë mbarova, domethënë të Berlinën, ose do kisha ngelur, ose do e kisha mbaruar me 4.0, minimale. Nuk besoj që do kisha marrë një notë me një 3 përpara, ose 3.7 maksimum, nëse do isha shtrënguar mirë. Po. Universitetin e shkencave të aplikuara, unë e mbarova me 2.4. Mbarova inxhinieri elektronike me 2.4. Po. Për referenca për shqiptarët, pesa është ngelse, 4 në Shqipëri, 1 në Gjermani është 10. Po.
Unë mbarova me 2.4. 2.4 nuk e di se si ta përkthej çfarë rëndësie. Po, unë deri tani me këto që s'kam mbyllur janë diku 2.7. Po pra, shifet diferencën që bën grupi i vogël i shokëve për të mësuar. Shokëve i shoqeve thjesht ndjenja finaliteti. Ore plako është ambienti ngrohtë Mario, ato po ndoshta shumë ngrohtë. Ti mos haro, kur kam ndryshuar unë nuk kam jam brezi Covidit plako. Unë në shera e parë këtë semestër që po bëj në shkollë, kupton? Si brezi Covidit. Po mua më ka ndihmuar shumë pjesa që ata me telefona plako i dërgoja mesazhe aty në 8:30 dërgoja mesazhin, në 9 merrën telefona po e mora emailin, në 10 dërgonte. Atë çdo ti. Në universitet. Profesori dhe të uja edhe në mëngjes t'ia çosh, edhe vetë ja çosh me bashkë me një çokoladë zyra edhe nuk ta sheh fare. E kupton të kesh ardhur nga Shqipëria në brez Covidi këtu në Berlin se të mësoje nga shtëpia? Po. Pas një njeri për të ndihmuar, pas një grup për mësime? Keq plak. Keq. Nuk e imagjinoj dot. Thjesht më vjen shumë keq që Berlini është bërë kaq i shtrenjtë sa duhet të përfundosh në periferi, si në Brandenburg. Po, edhe duhet ta theksojnë çim në para. Fokusohen në qytetet e vogla, por nuk ka arsye tani, ose do dalësh në punë zgjidhe, pa kur të dalësh në punë do kesh mundsinë. Shumica e profesioneve do kesh mundsinë të përballosh çdo lloj qyteti që do ti. Nëse do të jetosh në qytet. Më një mund të kesh një çik vështirësi në meni, po ne po tash meni. Nëse e çik mainstreamin një, po çfarë do vetë? Ke mundësi ta postosh në këtë moment që themi tani, për të bëra bookmark këtu. Në këtë moment që themi tani, ke mundësi ta postosh atë fotografinë time? Po. Që të çova për radhën e aplikimeve, ke ajo shtëpi aty në fund të rrugës? Po. Lëra atë për një 10 sekonda aty që njerëzit ta kuptojnë se si është radha. Radha këtu për dëgjuesit ishte 50 njerëz për të parë një apartament me qera. Jo për ta bler. Vetëm për një me qera. Që do konkurosh me këto arsye. Duhet shkuar. Shiva, po të vija prap nga fillimi, nuk do isha larguar asnjëherë nga Nordrhein-Westfalen. Ajo zona është e shkëlqyer, afërsia e qyteteve të mëdha me njëra tjetrën është fantastike fare. Fakti, çfarë më pengon mua nga Berlini? Është që nuk ka asgjë afër. Berlini s'ka asnjë gjë afër. Kjo është një gjë. Mos ja thuaj gjermanëve këtë se i ngelet hatri se Brandenburgu thotë shumë i bukur, ka gjithë ato liçene. Po. Potsdami është super metropol. Puna është që këtu ke Leipzig edhe Dresden, po masi i ke parë një herë tash pifin. Se është Dresden e bro. Berlini është i shkëlqyer. Foto ik në shtëpi, Leipzig ik pi një kafe ik në shtëpi. Berlini është i shkëlqyer si qytet, po nuk ka asgjë afër. Nuk ka asgjë afër. Puna është nëse krijon familjen mbas edukimit profesional në Düsseldorf, ke 2 orë larg Francën, 2 orë larg Belgjikën, 2 orë larg Hollandën. Shtete me një standard jetese të jashtëzakonshëm. Ky i fundit paktën. Mund të hash javën e parë të korrikut, shkon në Hollandë, javën e tretë shkon me familjen në Francë, han një drekë të jashtëzakonshme ke zona e Alsasit. Verën më të mirë që ekziston. Je i privilegjuar nga çdo anë. Lëre pastaj që aeroportet që të lidhin me pjesën tjetër të botës dhe të Shqipërisë fatmirësisht nga 2020 mbrapa i ketë dera shtëpisë. Unë s'do kisha ardhur më në Berlin. Por nuk e ndroj dot aq kollaj, kam vënë edhe atje domethënë është pak po është ngritur goxha dhe atje niveli i jetës. Ideja është domethënë që edhe fshati jetë kur të gjë e vogël, kurse 3 vite jetë të paktën do kursesh shumë lekë që në momentin e parë që ti të mbarosh do fillosh punën. Nuk është ai shumë lekë në jetën në punë, domethënë që ato të bën një diferencë vetë këtu dua unë të vetë tash të marr një super shtëpi se kështu dua të jetoj. Po prandaj është këshilla, rri afër qytetit që ke ndërmend më vonë. Po. Me Berlinin rri afër me Brandenburgut. Rri afër me Brandenburg City, jo Brandenburg fshatra. Po. Wildau është një universitet i shkencave të aplikuara në jug lindje të Berlinit, nëse e di. Po. Dhe aty mund të jetosh jashtëzakonisht lirë. Dhe më shumë mundësi ka shkolla duale që ta bëjnë në Wildau. Po. Brandenburg City e di shumë mirë që e ka me Siemens një gjë duale për automatizimin e godinave. Ka dhe me shumë të tjera ata për pjesën e financave, se di.
Brandenburg City është jashtëzakonisht çip. Dhe kur të vi koha që mbarova shkollën, do të vish në Berlin, intervistat i ke gjysmë ore larg me tren. Kur thon, po sasia lekëve që do kesh kursyr duke jetuar në Brandenburg, është do qefi. Është pa parë. Do kesh më stres, jo më duhen kaq sa për start, më duhen kaq për këtë, më duhen kaq për ata. Jo, aty do i kesh çdo gjë. Bam. Mund ta mbarosh dhe me një 10.000 euro është të ruajtur ana, është 3 vjeçar. Po. Në shef se çfarë të bën ai 10.000 euro, që nisi jetën ku të duash. Dhe të shtëpisë i ke rënë zero në kohë. Ata meanwhile janë të gjitha të lekët që kishin për shembull, mund t'i shpenzojnë për diçka tjetër, për një fëmijë tjetër që mund të jetë në familje, për një vëlla, për një motor ose për problemet e tyre. Ti ruajnë. Se ata, prindit tanë meritojnë të ruajnë çdo lek që kanë ruajtur për ne, ti meritojnë të ruajnë për pleqërinë, se nuk i dihet se çfarë këmbë thyet kur shkon 70 vjeç, se ke nevojë të shkosh te një doktor që ta bëjë mirë. Diskutohet. Dhe çfarë mbetet mbasi të vdesin, ata le të na japin neve. Po të na japin para kohë dhe të përfundojnë duke ngrënë bukë djathtë për vete, vetëm se ne nuk donim të jetonim në një fshat. Kjo bëhet fjalë për prindit. Diçka që duhet të ndryshojë, domethënë, edhe duke bazuar nga ne si brez, domethënë sepse duhet të bëhemi ne deri në një farë pikë, deri diku të pavarur, se nuk mund të jesh jashtëzakonisht i pavarur. Jo. Që edhe ata thonë që okay, që vërtet djali apo vajza nuk i duhen ashtu shumë. Sa duaj si thosh me llafe ti, po nuk të erdhën të vizitojnë një vetë, të shikojnë vetë, domethënë, gjithmonë merak do jenë, ti e di këtë gjë. Bileve kur vin prap merak janë domethënë, se si mund të. Ne mund ta themi kaq. E ke bërë një llogarinë se sa i ke kushtuar mamën e babait, se dikush që po na dëgjon mund ta di ta bëj muhabet në tavolinë me prindit. Unë i kam kushtuar në kokë 20.000 euro të shtëpisë time, 21 mbas. Fatkeqësisht 16 prej këtyre kanë qenë vitin e parë të kursit gjuhës që nuk punoja dot. Më duheshin 8.000 euro për të jetuar dhe 8.000 euro që ishte kursi gjuhës intensiv 5 orë në ditë. Po e vërtet. Düsseldorf. 330 euro ishte kursi gjuhës. Po pse 8.000 euro doj? Jo, nuk shkojnë 8.000 euro. Fal. Kam harxuar më pak. 21.000 euro në total, po shumica kallëpi është harxuar vitin e parë që nuk punoja dot. Pikërisht. Unë kam pak më shumë se ti për veçin të faktin që unë kam bërë te Eurasi. Eurasi ishte allën gjithë kursi i gjuhës ku të 7.400. Ngroja ime ka qenë Eurasi, e di. Fiks. Ajo e dyta shtëpia erdhi para, më guaj që në fillim kur gjitha shtëpiat kur kam ardhur unë ishin akoma me 180-230 euro, unë pagoja 500. Po sigurisht. E kupton? Po sepse duan të marrin edhe pjesën e tyre. Blon, po sa mundësi kishe nga Berati të gjejë një shtëpi me qerati në Berlin? Zero. Po mos ta siguronte dikush tjetër për ty. Sigurisht. Prandaj po them se ai që përmenda që në fillim fare që ti ngëllon ndonjëherë keq, është ignoranca vret. Do të jesh i informuar. Nuk ka problem, mund të thoshesh në sajte. Edhe anglisht të kërkosh të mos për qytetet e mëdha që janë Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, dalin gjitha dalin. Apartamente smart. Po ekzistojnë të në Airbnb më të rish? 2 muaj të rish në Airbnb. Kurset e gjuhës janë shumë shfrytëzues nga kjo anë. Sepse je komplet ignorant nga Shqipëria. Unë në apartamentin tim në Düsseldorf dhomën te vila e një familje e kisha 400 euro. Qëndrova një muaj aty dhe që ditën e parë fillova të kërkoja apartament për vete dhe e gjeta me 275. Dhe atë kam qëndruar 11 muaj në Düsseldorf me 275 euro. Po kjo ishte pra, fakti që unë nuk bëra research mjaftueshëm për ta parë që në Düsseldorf nuk punoja dot për kurs gjuhë, mora komplet për mirë qenë që të lejohet. Aty penalizova shtëpisë time, unë që shkoj kostoja deri në 21.000 euro. Po. Është diçka që jam e penduar fatkeqësisht, por nuk kam çfarë të bëj. Më jam përpjekur ta bëj më mirë nga ana tjetër. Tani është universiteti funksionon si një dhe i gjithë plot, kështu që ti e hëngre, ta tjerët po dëgjojnë, do bëjnë më mirë se sa që. Pra, puna është për një muhabet me familjen në tavolinë. Je 14 vjeç, i thua dua të ikë jashtë shtetit. Unë mendoj, të dashur prindër, a i kemi 20.000 euro për mua? I kemi apo jo? Ta di ta mësoj këtu gjermanishten, apo ka mundësi ta mësoj atje? Unë mendoj, më thënë, vërtet mendoj, që në qoftë i bëjnë gjërat kështu që shkoj për shkuarin në letanin, domethënë, pak të sajnë ja del më pak të sajnë. Po sigurisht ja del. Kaq është maksimumi im. Dhe eksperiencën time dëgjuar para një ore. 12, 13, 14.000 euro domethënë. Edhe këto 14.000 nuk është do duhen thjesht sepse do duhen si garanci domethënë.
Nuk është se ke për të prishur ndonjëherë, fare. Heqja studin kolegu të bën goxha punë. Të bën goxha punë, ti thjesht të duan ato 10.000 euro të ngrira në fillim sa të marrësh vizën, pastaj ti mund të heqësh direkt nga funksioni ato se ti do jesh në duales, domethënë. Nëse merr duales direkt ato 10.000 euro ti ja jep babet çik nga çik dhe mamet. I gjatë gjithë kohës domethënë me jek. Po minimumi jek, se mund po ti dish që është shumë e rëndësishme, menaxhosh lekut do të plus gjithmonë në fund muaj. Ai 200 euro plus të dash fund muaj. Është tash një kënaqësi e jashtëzakonshme. Viti i parë ishte jashtëzakonisht stresues. Po numëroja çdo 100 darkë sepse isha çdo ditë në minus, ishte pamundur të grumbulloja lek mjaftueshëm. Se s'mlihet punoja. Ishte domethënë kur e kujtoj atë kohën ishte pak e keqe, por puna është këtë podcastin e kemi krijuar. Unë të kisha këtë informacion tani para 13 vitesh që kam marrë në Gjermani. Falë ku do isha sa. Të flas, unë herën tjetër do se edhe ka lexuar çdo kohë fundit do doja të flisim një çik më shumë për të pjesën e shkollave profesionale. Ne asnjëri s'kemi profil në shkolla profesionale, ma më një edhe profilin që ke ti dhe profilin që kam unë punojmë me njerëz që janë me shkolla profesionale. Ausbildung të pastër? Po. Aha. Edhe do doja ta cekim çik herën tjetër. Po si për mbyllje, që edhe mos azjasin shumë se në bazën e interesit Europës është që një që harrohet të thotë shumë herë domethënë është pjesa që ore, dini sa të bëni një? Da, mandjen. Se më thosh, tani ku t'i qonë thonë filani bëu doktor, bëu kirurg, ku t'i qonë bëu astronaut, bëu shumë rrop një ka gjëra, mund të kesh shumë ide që mund të duash të bësh diçka edhe nuk është e vërtetë. Unë këtë pash kur isha në fillim të shkollave, unë kam thënë ti çka marrë një bursë të tuja për ferkesh vetëm? Ma pa që veti që. Kështu një 25%, ato stipendium AUI ose si quaj. Ferkesh vetëm është automobilistik? Si i bie kështu. Automobilistik? Shumë e vështirë. Edhe po shifja ato tash okay, më interesante, nuk ishte jo interesante. Dhe po shifet një çik profilin e gjitha, domethënë aty edhe gati sa nuk e mora, po prapë kuptova që jo, plakson me kanë ndërthimi, vërtet e dua. Unë mendoj se unë jam një çik me fat, pse jam unë më mirë që më ka qelluar që diçka që e kisha të ngulitur, ishte vërtet ajo që doja. Nëse ka shumë rob që janë të thjesht i është thënë, të duhet ta bësh këtë gjë domethënë. Kupton? Mua me universitetin, më tha që kjo është, këtë do e bësh edhe kaq. Do s'di asgjë tjetër. As nuk mundova. Ti ke tjetër që ti grow into it, ku i thënë, kupton? Po janë shumë, unë dua që të nëse ti nuk je shumë i bindur domethënë okay, do marr atë që të sugjeron Europë, do unë për të jam. Po ti kisha një kushuri tani domethënë nëse ai thashë valla unë nuk e di tani sa të studioj, kupton? Unë pëlqen kjo, po nuk e ndat atë mendje. Okej, do të them bëj këtë valla. Kupton, kjo është më e mira për tregun e përgjithshëm. Por, nëse ti e di, domethënë, edhe por prap nuk po e bën se do të studiosh gjeografi, po e bën mjekësinë se thot mami, është dallik. Se ne i përmendëm gjitha për inxhinierit, po universitetet me gjeografia me gjëra janë spektakolare fare këtu, kupton. Atë ka ai shumë mungesë studentash. Po, janë pak çfarë do bësh me ato dekët në fund. Ne jemi goxha njerëz praktik, unë e di. Normalisht por këto që student gjeografi plako marrin shumë lek këtu, se marrin shkollat e përgjithshme se s'ka staf asgjë. Nuk e di. Mbase ka ferziqe që fillim plako, se është mësuese, kupton. Për kësaj që kanë ata që janë në punë sa shteti këtu, nuk ka asnjëri në gjithë Europën. E di. Në punësat e shtetit kanë një jetë goxha. Nuk nëse. Në rregull. Herën tjetër për sot do ta lëm me kaq. Gjithsesi, herën tjetër kur të bëjmë prap të flasim çka se shkolla profesionale. Flasim për shkollë profesionale. E kam dhe me goxha dëshirën në fakt për të ngritur një cikat të motivimin e robëve për shkollë profesionale. Se shumë e rëndësishme plako, ta ngeli va punëtor. Nuk ka ndonjë turp të vish nga Shqipëria dhe bësh shkollë profesionale. Ka shumë, do ndaj kam disa që i njoh, po janë disa të tjerë që do flas vetë që i kemi ose në përfisë ose në shoqëri mbas shoqërie domethënë, që kanë ardhur. E kanë duke bërë një jetë spektakolare apo. Pothuajse me një rrogë që është pothuajse barabar me rrogë inxhinieri, e kupton? Duhet vetëm dallosh kaq. Kur je në shtëpi dhe të prishet një tubacion, e të duhet një hidraulik, e shef se sa ka nevojë tregu.
Për çdo Europë që jeton në Gjermani dhe je shpishur në një diçka në Shqip, e kupton domethënë se sa mungesë ka punë ka. Po që deri herën tjetër, bashkë miru dëgjofshim. Like, subscribe, ndajni me shokët, ose mos e ndani. Ju e dini. Dëgjojmë herën tjetër. Ne presim komentet nëse kanë nevojë për një informacion më tesh. Ajo është e rëndësishme në fakt. Çdo lloj pyetje direkte nuk ka problem fare, direkt në komente ose në DM në Instagram. Me gjithë informacionin që kemi me linke me gjëra më të dërgojnë në çdo lloj momenti të lirë. Janë pa lek. Kemi ndihmuar ai shumë shokët tanë të vinë në Gjermani me informacione sa nuk janë pa lek. Ne kemi ngrënë vetë thoj, kështu që të paktën s'ka pse ta vuajnë Europë të tjera ata mungesën e informacionit që kemi vuajtur ne, kështu që nëse ka pyetje specifike, me aq sa kemi mundësi ne, me aq sa dim ne, do ju përgjigjemi, nuk diskutohet fare. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim.